Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Jeta në Kosovë. Që nga kjo javë duhet të zbatohet ligji për kontrollimin e duhanit, i cili nënkupton që në hapësirat publike, si për shembull në autobus, në kafe, në zyre, duhet të ndalohet krejtësisht 100% duhani, duhet mos pihet. Se a ka më zbatu ky ligj ajo, dhe se si është e mundën kur e kishim rregullin 70% ta ndalojmë duhanin, ajo nuk u respektu, e tash kur e kemi 100% a do të respektohet, është tema e debatit sonte që do ta diskutojmë me panelistët tanë. Mes tjerash do të pyesim çka po fitohet e çka po humbet me këtë ligj. Për të diskutuar këtë, në studio kam ftuar Faik Hotin nga Ministria e Shëndetësisë, Durak Zurapin, inspektor sanitar, Shkumbin Spahin, që përfaqëson shoqërinë civile, faktikisht qendrën kosovare për avokim dhe zhvillim, dhe Safet Gxhalion nga Oda Ekonomike. Para se të vazhdojmë me panelin ton, që të diskutojmë këtë temë, të shohim njëherë një reportazh të përgatitur nga tereni lidhur me pirjen dhe ndalesën për pirjen e duhanit. Kuvendi i Republikës së Kosovës në fillim të muajit prill me 71 vota pro, 2 abstenime dhe asnjë kundër, miratoi ligjin për kontrollimin e duhanit. Ligji i ri parasheh masat e ndalimit të duhanit dhe produkteve të tij. Ky ligj, për dallim nga i vjetri, ndalon pirjen e duhanit në masën 100% në hapësira publike, brenda mjeteve të transportit publik, në vend të punës, por edhe në disa hapësira të hapura të para me ligj. Ligji i vjetër për duhanin i miratuar në vitin 2011 hasi në vështirësi të implementimit, pikërisht për shkak të nenit 10.10.5, në të cilin përkufizoi ndarja hapësirave për duhan pirës deri në 30% të totalit të hapësirës publike. Jeta në Kosovë kishte raportuar në gusht të vitit 2011 për zbatimin e këtij ligji në praktik, nga se ndarja hapësirës 70 me 30% të hapësirës nuk ka funksionuar. Por gjithashtu, problem për zbatimin e këtij ligji në teren ka qenë edhe mungesa e inspektorëve në teren. Zyrtarët të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se ligji i ri për ndalimin e duhanit do të zbatohet dhe se ministria dhe institucionet tjera përgjithëse janë të përkushtuara për ta zbatuar atë. Fakti që qeveria e Kosovës i ka dhënë mbështetje plot këtij ligji duke dërguar në Kuvendin e Kosovës dhe fakti që ky ligj, mbasi është një prej trallëve që miratohet në Kuvend pa asnjë vot kundër, tregon që përfundimisht institucionet e Republikës Kosovës, Kuvendi, shoqëria civile dhe qytetarët po bindën që është koha për të zbatuar një ligj i cili garanton shëndetin e tyre publik. Është një indikacion shumë i mirë dhe ne besojmë që ky vullnet i cili është manifestuar në Kuvendin e Kosovës nuk do të mbetet në letër, por do të zbatohet në praktik dhe për këtë duhet kontributi i secilit prej nesh. Ndërsa deputeti Bahri Thaçi, i cili po ashtu ka punuar në hartimin e këtij ligji, arsyeton se ndalimi i duhanit në masën 100% në hapësirat publike është i domosdoshëm. Ne përsëri këto shikojmë nga këndvështrimi i shëndetit publik qytetarëve të Republikës Kosovës. Masnaj, këtu duhet me marrë parasysh shumë gjëra në Kosovë, edhe mentalitetin e neve kosovarëve, po në radhë parë kushtet dhe mundësitë për mjekimin e pasojave të cilat i shkakton timi i duhanit. Mos harroni se duhani shkakton pasoja jashtëzakonisht rënda në shëndetin e njerëzit. Sot kanceri i mucnive është shndërruar në një epidemi. Sot smundjet kardiovaskulare, smundjet e zemrës dhe anëve të gjakut janë shndërruar në një epidemi. Sot ulçera e luktit është shndërruar në një epidemi. Sot insultet cerebrale, pika në tru është shndërruar në epidemi. Dhe kur t'i kemë gjitha këto parasysh dhe mundësitë tona për mjekimin e këtyre smundjeve, atëherë neve nuk na ka mbetë diçka tjetër, por të kujdesemi jashtëzakonisht shumë në preventiven e shëndetit të qytetarëve. Zyrtarët e ministrisë thonë se për ta zbatuar këtë ligj, ministria do të shtojë numrin e inspektorëve në teren dhe gjobat do të jenë konform ligjit. Në anën tjetër, Oda Ekonomike e Kosovës ka kritikuar ligjin duke thënë se futja e neneve ku ndalohet ekspozimi i produkteve të duhanit në pikat e shitjes do të dëmtojë ekonominë vendore. Konsiderohet që deri në 3 milion euro mund të jetë dëmi për këto kompani, që implikon investime të reja për këto kompani dhe të njëjtën kohë implikon edhe probleme në shitjen apo në plasimin e këtyre produkteve që kanë qenë një pjesë e mirë e fitimit për këto kompani,
automatikisht dhe për mirëqenjen e këtyre kompanive. Kompani të vogla apo kompani të rëndësishme për vendin të pas parasysh nivelin e ulët të punësimit dhe shumica tyre kanë qenë të vetë punësum dhe kanë kontribuar për familjet e tyre. Kjo paraqet një problem jo vetëm të vlerës financiare, por edhe të pjesës që lidhet me mirëqenjen e këtyre familjeve. Driton Shuki nga shoqata e prodhuesve dhe importuesve të duhanit ka thënë për emisionin Jeta në Kosovë se ligji i ri më shumë do t'i dëmtojë bizneset e jo importuesit. Ligji i ri për ndalimin e duhanit nuk do të na dëmtojë neve drejt për drejt, por më shumë do t'i prek shitësit e produkteve të duhanit. Ndërsa pronarët e kafeterive ankohen se ky ligj do t'i dëmtojë bizneset dhe se do të jetë shumë vështirë për t'u zbatuar. Miratimin e ligjit për ndalimin e duhanit 100% për hapësira publike e presim me shumë skepticizëm edhe presim shumë probleme me sjellje nga ana ekonomike edhe ka honë tjera përcjellëse që përcjellin biznesin. Ana ekonomike ndikon direkt me sponsorime të shumta që i kanë bërë jo vetëm kafe baret dhe restoranet, po edhe trafikat edhe marketat. Ona e sponsorimit të kompanive të duhanit që është një shumë shkaqja e madhe, është milion që më zgabosh në Kosovë, ajo hjeket me një herë. Sipas eksperiencat perëndimore, mos edhe këta vetë po thirrën në zyrtar tonë shumë në eksperiencat perëndimore, në përvojat e tyre, edhe pse shumë dallon mentaliteti edhe kultura e rajonit. Atë ka shkuar një fushat shumë e fuqishme marketingut edhe agresive për domet që i shkakton duhanin në shëndet. Mas asaj na është përcjell me ligjet 50-50 ka qenë fillimisht në shumë vende, pastaj 70-30 që ketë na dhe që nuk i dhanë hiç zor me apliku ligjin 70-30, po shkuan me një herë në ligjin 100%, që ndoqë që është shumë e shpejtuar dhe është shumë vështirë më implementu, sidomos kur dihet që sundimi i ligjit në Kosovë është një ndër problemet kyçe të shoqërisë tonë. Ligji i vjetër i cili parashikte ndarjen hapësirave publike, ku 30% lejohej pirja duhanit dhe 70% ku nuk lejohej, nuk ishte funksionuar dhe duhani vazhdoi të pijej haptazi në shumicën e kafebarave dhe restoranteve në Kosovë. Inspektorët që mbikëqyrin zbatimin e ligjit në praktik, ja se çfarë kishin deklaruar në gusht të vitit 2011 për emisionin Jeta në Kosovë. Ne nuk mund të menojmë kudestar çdo njerëz. Neve kemi lëshu vendimin. Në momentin e atakimit, neve do ta gjobitmi atë person për arsye se kanë kaluar të gjitha arsyet e vendimit të lëshuar, që do të thotë tash pasojnë vetëm gjoba nëse atakohen. Në anën tjetër, pirja duhanit mbetet njëri ndër shkaktarët kryesor të vdekjeve. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Duhani vret rreth 6 milion persona në vit, 5 milion nga të cilët janë përdorues ose ish përdorues të tij. 600.000 të tjerë janë viktima të cilët nuk e pin duhanin, por janë të ekspozuar ndaj tij. Statistikat e mbledhura nga enti i statistikave të Kosovës prej vitit 2006 deri më 2011 tregojnë se në 42.831 raste të vdekjeve, 17.000 pacient, apo mbi 53% të tyre, kanë vuajtur nga sëmundjet kardiovaskulare, e të cilat janë ranguar si shkaku i parë i vdekjes së tyre. Sipas UNICEF-it, gjysma e fëmijëve në Kosovë janë të ekspozuar ndar pirjes pasive të duhanit, ndërsa 20% e nënave shtatzëna janë pirëse të duhanit. Por cilat janë pasojat nga pirja e duhanit sipas pulmologëve? Domethënë ne kemi një numër shumë të madh të smurve nga trakti respirator si pasojë e drejt për drejt e pirjes duhanit. Vetë fakti që në klinikën tonë të Brushkrive, domethënë në QKU, edhe pacientët ambulantore edhe pacientët e hospitalizuar dikon nga ky kontingjent është 60% i të sëmuarve që drejt për drejt janë të prekur nga duhanpirja me një fatkeqësi të madhe të kostos lartë edhe të mjekimit, edhe të rehabilitimit, po edhe të invaliditetit të përkohshëm, po fatkeqësisht donjëherë edhe të përjetshëm. Por ne kërkojmë që vazhdimisht punohet në këtë drejtim, njerëzve t'ju shpjegohet. Mos harroni se 4.000 substanca të dëmshme, toksike, eliminohen gjatë pirjes në cigare. Mos harroni se lirohet një kobalt radioaktiv, i cili kur mrinë në mushkëni, deponohet aty, rrezaton vazhdimisht dhe pashmangshëm shkakton kancerin e mushkënive. Dhe unë mendoj që njerëzit kur të kuptojnë, me dëshirë, shumë kanë me hjek dorë nga duhani, ndërsa ajo çka është qëllimi kryesor i jonë, ata që nuk pinë duhan, kur nuk kanë me vendosur me pi duhan. Megjithatë, duhani vazhdon të konsumohet nëpër kafebaret dhe restorantet e Kosovës, dhe shumë prej klientëve të kësaj industrie janë duhanpirës.
Me siguri një gjë cilën i gjithë ky panel pajtohet është që duhani është i damshëm, për këtë nuk ka dilemë. Mirë po. Qysh do zbatohet ky ligj, a është pyetja kryesore. Zotni Hoti, pse për një herë e keni ma seriozisht se herën e kalume kur ka pas ligj gjithashtu kundër duhanit? E tha me drejt që implementimi i ligjit është ajo sfida apo pika kritike e këtij, po ne mendojmë që tash ka një mobilizim shumë më të madh edhe të institucioneve, edhe të shoqërisë civile dhe aktorëve të tjerë për zbatimin e këtij ligji. Nëse i referohemi pak edhe përvoja të vendeve tjera, shohim që edhe vendet tjera fillimisht nuk kanë arritur ta implementojnë ligjin cilin e kanë miratuar pari për duhanin, por u dashur të kalojnë disa vite të bëjnë zgjidhje të ndryshme ligjore në mënyrë që të vinë deri te një zgjidhje apo te një ligj i cili në praktikë është treguar më efikas. Po për shembull Slovenina ajo fillon me përpjekjet e saj për zbatimin e kontrollit duhanit për vitin 1996, ndërsa tek diku në vitin 2006 i korë që të themi ashtu ato rezultatet e para dhe faktikisht fillon prevalenca e duhanpirjes të vijë duke u zbritur. Në këtë kuptim ne mendojmë që edhe Kosova faktikisht i ka kaluar disa vjet, ka bën një stazh të mirë. Sa vjet i ka kalu? 2005 kemi pas ligjin e parë për duhanin, i cili më vonë është ndryshuar dhe ky ndryshim që po bëhet tani është faktikisht ndryshimi i dytë i ligjit për duhanin, që faktikisht na tash kemi një ligj edhe temërtuar ndryshe ligji për kontrollin e duhanit dhe mendojmë që edhe ne kemi krijuar një periudhë gjatë me përvoja jo të mira në kuptim të zbatimit të ligjit dhe tash duke pa përvojat e mira, po edhe përvojat e këqija edhe të vendeve tjera edhe tonat kemi marrë disa mësime dhe besoj që tash është një ligj më i zbatueshëm në kuptimin praktik, duke llogaritur edhe në këtë komponentën e mobilizimit social, sepse qytetarët e Kosovës faktikisht tash janë shumë të informuar për pasojat e duhanpirjes, e dinë që ka një ligj që ka sjell Parlamenti i Kosovës dhe shihet që ka edhe një vullnet më të madh për zbatimin e tij. Kjo na bën optimist që gjithsesi ky ligj do të ketë rezultatet e veta dhe do të ndihmojë që popullata e Kosovës faktikisht fillojë të ul vlerat e prevalencës së duhanpirjes, që aktualisht janë të larta. Krejt është në rregull, po në fund kam jura juve, inspektorave, me insistu në gjoba, nëse ky ligj ka mos zbatuar ndonjëherë, ashtu që po thot zotni Hoti që pas ka vullnet politik. Në fund ditës vullneti politik duhet me u zbatuar në terren. A mendoni ju që keni mjaft inspektora për krejt Kosovën, sa kafja është në Kosovë? Po, në përçej pak thoni ajo duhet ketë vullnet këtu, nuk duhet ketë vullnet, po duhet të ketë zbatim të ligjeve dhe duhet të jemi sakt në ato që kërkojmë na. Nuk kemi këtu vullnet im apo i tjetër, mirë po na kemi numrat të mjaftueshëm, mendoj, jo bësh të mjaftueshëm, mirë po deri diku mund ta mbulojmë territorin e Kosovës. Kemi diku 57 inspektorë sanitar. Kjo kemi qenë herën 57 për Kosovën. Herën e parë kemi qenë pak si të vetmuar për arsye se kemi qenë vetë inspektorati sanitar i cili ka zbatuar ligjin e duhanit. Tash kemi forca pak më shumë, kemi inspektoratin e punës, tregut, policin shumë rëndësi për arsye se ti s'keni mujt të një person civil i cili ka konsumuar duhanin ta legjitimosh ose ta dënosh si mas para se me shku të tjertë, matematika po i bjen si keni as 2 inspektor për çdo komunë. E komuna i ka mas pak ti dikun mesatarisht 50 kafe. Është e vërtet që sipas ligjit të inspektorit sanitar që është në fuqi 25.000 banor duhet të jetë një inspektor sanitar. Na e dim ato, mirë po. E tash në sa banori keni? E kemi vullnetin a dëshirën që t'i zbatojmë ligjet që i bie Kuvendi i Kosovës të jetësohen. Po çush me vullnet doni me mbulu Kosovën? Nuk ka me vullnet mbulohet Kosova, po me punën tonë të cilën e kemi pas edhe paraprakisht edhe te ligji i kaluar. Jo paraprakisht se keni pas. E kemi pas, mirë po ty tregoj diçka që diku 3500 procedurë verbale janë bërë për ligjin paraprak të zbatimit të ligjit. 3500 gjoba. 3500 procedurë verbale. Procedurë verbale janë inspektimi dhe shkohet me dokumentacion, dokumentohet se ti ke qenë në inspektim të X subjekti. Plus kemi pas edhe riinspektime ku mund me thonë diku afër mbi 5.000 inspektime të subjektit. A bon me ditë veç 3.500 për sa vjeti keni bo? 3.500 inspektime? Për 18 muaj. 18 muaj, e? Po. Edhe sa gjoba për 18 muaj? Për 18 muaj kemi shqiptu 200 gjoba të cilat në gjykatat për kërën dhe vajt e kanë me të pa ekzekutuar për arsye të mangësisë që ka pas ligji i kalum. Arsyeja thjesht ka qenë që hapësira e një lokalit ndohet 70-30, nuk është precizuar të ndohet fizikisht ose jo. Na kemi kërkuar që të ndohet fizikisht, për atë arsye dënimet tona nuk kanë shkuar deri në fund. E vetëm arsye është ajo.
Edhe tash pse çka ka ndryshuar si tash është shumë ndryshe për arsye se e kemi ligjin i cili thotë 100% është shumë më lehtë për neve, nuk kemi me shqa kokën se pi 10 tavolina do t'i don 3 tavolina për duan pirje e 7 për jo, e kemi shumë më lehtë për ato. Edhe domthon subjektet përgjithësi janë të njoftuar edhe vitet e kaluara që do të pëson, kemi paralajmëruar që të ka me pësu ligji i vjetë ndryshime. I kemi paralajmëruar që do të ketë 100% jo pirje, don hapësirat të ndalume komplet për dohen. Shumë po më intereson se si kanë më ekzekutu vendimet e juja tash. Se në cilin gjykat kanë më shku edhe sa shpejt kanë më marrë parasysh. Në gjykatën themelore tash, në gjykata themelore për kundërvajtje kemi. Çato me mas shumë të lënda, po? Po me mas shumë të lëndë, kuptohet, mirë, po na punën tonë kemi kry, po kemi edhe masa tjera, mos zbatimi i urdhit të inspektorit është mbyllja e hapësirave. Ne nuk kem që me ardhit e ajo, mirë, po që ose jemi detyruar në të bëjmë ata. Po edhe sot, deri sot rrallë, me siguri kur, si ja keni mshel dikujt dyqanin për arsye që nuk e ka zbatu ligjin, e ka lum kundër duhanit. Po, mu e seka që kemi pas probleme me atë ligjë për arsye se kemi mujti me ndërmarr masa konkrete dhe radikale. A është kjo arsyetim? Po gjeni arsyetime? Jo, arsyetim nuk ka arsyetim se nuk ka qenë faji ynë, se na jemi zbatues ligjit, na jemi ekzekutues ligjit. Formuluesi i ligjit të Kuvendit të Kosovës ka gabime. Na e dim që ligji për një pikë ose për një presje mund ta ndryshon kuptimin. Zoti Spahia, sa jeni ju të bindun që këtë herë ka me ndru puna sa i përket pirjes së duhanit në hapësira publike? Unë besoj si shtanë edhe para folësit, besoj në zbatimin e këtij ligji tash. Edhe për shkak të një ndryshimi kulturor që ka ndodhur, sado i vogël, ka pasur një ngritje të vetdijet popullatës që nga periudha 2009, kur ne si organizat kemi nisur së pari avokimin për zbatimin e ligjit të atërshëm të duhanit, ndalimit, zbatimit të ndalesës të pirjes së duhanit në vende publike e deri me tani. Ne kemi pas bërë një matje në fillim të këtij procesi, dikund në vitin 2009 ofër 30% apo nën 30% të popullatës me një mos tërprenimi i vetave, me rëndom thirrje telefonike, kanë ditur se ka ligj për duhanin, kanë ditur se ekziston ndalesë e pirjes së duhanit në vende publike. E kemi bërë edhe një tjetër, ka qenë në vitin 2011, edhe aty na kanë dalë diku mbi 80% e popullatës ka ditë që ka ndalim të pirjes së duhanit për vende publike. Përveç kësaj, ato pengesa ligjore që kanë qenë në ligjin e kaluar, besoj që ka përcy me ligjin aktual. Edhe një gjë që është shumë rëndësishme të dihet, është se ligji për kontrollin e duhanit i hartuar tash është hartuar në përputhje me Konventin Kornizë të Kontrollit të Duhanit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ky është një dokument. Çka duhet me bëu tash për me ditë njerëz që është ndaluar me pi cigare në hapësira publike? Çka duhet me bëu tash? Gjithsesi duhet të paraprit një fushatë informative. A keni kush ka me bëu atë? Ne kemi afruar partneritetin ton, do t'i asistojmë organet zbatuese nëpërmjet fletushkave të ndryshme ku do të. A do ta bëni a veç kështu është ofru? Po do ta bëjmë. Do ta bëni. Do ta bëjmë si shoqëri civile, edhe gjithsesi do t'i asistojmë edhe inspektoratit sanitar. Ju po thoni që keni pas fushat avokimit. Unë më thonë që për jo njeri që i kqyri televizionet, gazetat, se kom po fort zonin për kundër duhanit, si kom ni. E ki po një fletushk që ka qenë shpërndarje pothuajse në për të gjitha kafebarët në 2011, me masat që ato duhet të zbatojnë për të respektuar ndalimin e pirjes së duhanit në vende publike. Gjithashtu kemi qenë vazhdimisht në bashkëpunim me. A ka me qenë aktivizimi shumë ai mase me fletushka që tash? Apo apet mjetat? Jo, faza fillestare do të shkojë ashtu. Së bashku na shpresojmë që ka mund dëgju zëri jon që inspektoratet që janë përgjegjëse për zbatim të ligjit do të nxjerrin shumë shpejt vendime në të cilat do të distribuohen ose do të shpërndahen direkt te subjektet edhe te entitetet që duhet të plotësojnë kushtet e reja me ligj. Për arsye se ajo më njëherë e rrit përgjegjësinë edhe te pronarët ose te menaxherët. Po ju me bë direkt, pse po doni ju me avokull inspektorat. Na do ta bëjmë fletushka, po na nuk kemi mundësi me nxjerr vendimet. Vendimet i nxjerr inspektorati. Nxjerr ligji, pse ka nevojë vendim tash? Po duhet vendim me usqaru se si duhet i përgatisin ata ato hapësira, për shkak se në ligjin aktual. Në ligjin çështë përgatit, 100% s'ka me pi cigare mrena, pik. Jo, ka mu përgatit, po, ka mu përgatit. Hajde çka ka mu përgatit? Ka mu përgatit për arsye se duhet të përcaktohet se si duhet të vendosen shenjat ku ndalohet pirja e duhanit, çfarë do të jetë formati i atyre shenjave që do të vendosen, sa do të jenë gjobat për personat përgjegjës për hapësirën. A nuk është puna e gjobave e theksuar në ligj?
A mendoni se çdo qytetar i Kosovës e lexon ligjin? Jo, më tregoni ju mu, se çka është gjoba. Po jo, dhe unë, gjoba tregon se cilat gjoba do të... Sa është gjoba? Me një hapësin publike. Po në pju tregoj tash. Janë gjoba të ndara, për subjektin afarist ose për entitetin, tazojmë në këtë rast, qofse marrim një kafe bërë, do të jetë për personin juridik që i bie 3.000 euro në bazë të ligjit për kontrollin e duhanit. Ndërsa, për personin... Një kafe 3.000 euro e hanë dënimin nëse nuk e respekton ligjin. Tjetër? Do të jetë në këtë ligj, tani është personi përgjegjës për hapësirë. Çka nuk kupton? Ai mund të jetë udhëheqësi, menaxheri, mund të jetë menaxheri, domethënë 3.000 euro mas pari pronari. Po. Janë 500 euro për personin përgjegjës për hapësirë. Mandej 500 euro për menaxherin e kafës, bezojnë. Po, për arsye tjetër është edhe personi fizik është 50 euro. Ai që pin? Personi fizik është 50 euro. Domethënë, ai që ka dhënë duhanin 50 euro. Po. Gjoba është më e madhe që ka për pronarin edhe për përgjegjësin. Në raport me ligjin e kaluam ka qenë 5.000 deri në 10.000 euro. Gjoba. Me ligjin aktual, kjo gjobë është zvoglu, është bëhet 3.000 deri në 5.000 euro. E qysh është po më intereson që kjo pjesë shumë njerëz e kam interesuar zot në Zoropi, qysh e bind nëse një pronar, një menaxher i thot një klientit mos e vez, ai e vez, çka janë masat që mundet tash me ndërmarr? Çfarë është hapi arshëm? Çka mundet me bë për mos me i marr 500 euro gjobën vet? Unë mendoj që aty nuk ka me pas një problem nëse pronari nuk do që konsumatorit ta dhezë duhanin. Për ata që menojnë ndryshe, përgjigj mundi pyetje. Çka me bë kur klienti pin? Unë mendoj edhe jo më i sigurt, për arsye se nëse një pronar, një subjekt i thot mu apo tjetrit, i thot mos e ndez duhanin se e ki ndalune nga ana e tij personit. Mas pari ai duhet ta ndalon duhanin që në objektin e tij mos pije duhanin. Mas pari ai duhet të jetë. Do të bëhet gjithsesi. Për atë arsye, janë gjobat më të mëdha tek subjekti. Për atë arsye te personi juridik janë gjobat më të mëdha, se na e dim pini praktike që është ndaluar duhani, e ka shëzuar që është ndaluar duhani, por ka marrë një tabëll kafës, e ka qenë një pallon të lagët, edhe e ka ofruar ty apo tjetrit, pije, nëse vjen inspektori, kërkujt kërgjon. Mirë po, ai nuk ka më ofruar as ata. As ato nuk ka më ofruar. Sepse pritash, nëse vjen inspektori edhe gjen tabllën me dikon të pi cigare, a dënohet edhe pronari, edhe ai që po pin, a vetëm ai që po pin? Edhe personi fizik, edhe pronari. Të dytë? Dytë, patjetër. A mundeni të përgjigjeni ju, zotni Hoti? Tregom pyetjen që e bona është shumë specifike. Inshallah krejt janë të kulturuar. Pezojmë 95% njerëzve janë të kulturuar, s'dojnë me prish ligjin, kur ta shohin e kanë tutën. Po 5%-ve, çka më ju bën nëse dojnë me pi? Jo pa qëllim në këtë ligj janë fuqizuar përgjegjësitë e personit përgjegjës që le t'ju referuar shkëmbini, sepse s'pako janë një 4 paragrafa në ligj ku përcaktohen përgjegjësitë e tina para se të vit ajo që po konsiderojmë si pikë kritike kur dikush do të refuzojë që ta ndaloj ndonin. Ai e para do të bëj vendosjen e shenja me cilin e deklaron lokalin që lokali është i liruar nga duhen pirja. E dyta, heq gjitha taketuket. Nuk ka vendosje taketuket si që ndodhë tani ose forma alternative që po bëjnë. E treta, do të bisedoj me ndonjë person, themi ashtu kushtimisht i papërgjegjshëm i cili nuk i bindet urdhave. Në rast se gjitha këto hallkat përgjithësive nuk japin efekt, atëherë pronari apo menaxheri ka drejt legjitime që ta thras policinë dhe qytetarin e pandërgjegjshëm këtë rast ta largojë nga lokali. Ne kemi diskutuar disa herë edhe me policinë si të vendoset ky segment, si të rregullohet. Ata kanë rregulloret e brendshme, kanë ligjin e tyre në bazë të cilit veprojnë. Na kanë thonë që ne nuk mundemi drejt për drejt, jemi ata të parë që shkojmë dhe merrem me këta persona, sepse ligjet tona nuk e lejojnë gjë të tillë, mirë po jemi të gatshëm që t'u asistojmë sa herë që pronarët e lokale ndryshme kanë probleme të kësaj natyre. Jetu i thonë dy sene që po kundërshtojnë një tjetrin zotni Hoti. Nuk jemi të gatshëm me shku, po jemi të gatshëm me asistu. A janë as janë të gatshëm me shku kur ti thirr? Policia është e gatshme që në çdo thirrje të inspektorëve, apo në këtë rast edhe mundet edhe pronari i lokalit ta thras, sepse qytetari i cili nuk dëshiron ta zbatojë ligjin po e shkel në farë forme rënë shtëpia aktive. Ata janë të obliguar me anë. Ata janë të obliguar që të përgjigjen dhe ta rregullojnë këtë çështje. Po ne po besojmë fuqishëm që kur shumica e lokaleve, ne pretendojmë që të gjitha e zbatojnë masën e 100% pa duhan, atëherë këto raste do të jenë raste mos themi simbolike dhe sigurisht qëllimi i vet ligjit është që dikon ta bëjmë një keq edhe mos
ta ndezë cigaren në ambient ku nuk pijet fare. Një gjë që shumë njerëzve intereson zotni Hoti është çysh keni fizikisht me e dënu njerin që pi cigare. Po më intereson a i mirët në praktika, a i mirët letër njoftimi, a i mirët që aty çysh janë këto procedura? Legjitimohet. I mirët leja njoftimit. Legjitimohet, bëhet procedurë verbali, vazhdon procedurat juridike kundër tij. Jeni të thënë që njerit i mirët vetëm leja njoftimit, edhe i shkon padia pastaj në gjykat. E vjet mja formë. Nuk kemi dënime mandatare. Për atë arsye është policia e cila mund ta legjitimon ose nëse në rast që reagon ose kundërshton. Edhe një herë, nëse inspektori e nxen dikën të pi cigare, a e thirr policin për me legjitimu apo e legjitimon vetë inspektori? Nuk kemi nevojë të marrim as si masa radikale automatikisht, na të bisedojmë me palën e cila. Ju vetë bisedoni. Bisedojmë, kemi atë aftësiat, mundësi, jemi të përgatitur për një gjë të tillë, kemi punuar një kohë gjatë në inspektorat dhe dim më ballafaqu me palë. Se çdo palë ka mundë të qenë një subjekt afarist. Mi po nëse në fund ai nuk kemi një mirë kuptim me ta. Na kemi pas raste të tilla edhe nëpër spitale kur kemi has për shembull, një person fizik e ka ndezë një cigare për arsye se ka pas një vetin i cili është operuar apo në konsultim me neve e ka shym cigaren ose ka dalë jashtë komplet. Mi po nëse ata janë pa kuptueshëm ose nuk dojnë me kuptu se çka po flasim, në atëherë kemi me këtë ligjinëri kemi edhe asistencën e policisë që është shumë mirë. Nëse s'keni nevojë me thirr policin, ja merrni numrin e lejes njoftimit edhe ja çoni padin. Jamnin edhe ja çojmë padin gjykat. Çka nëse s'ka njëri lejet njoftimit, ç'a bani? Atëherë po i thuni porosia është që mundeni me dal pa lejet njoftimit, dhezeni cigaren, sun ju nxen kërkosh. A që ke përësia? Jo, nuk isha me thënë ashtu. Qysh e nxeni që ata që pin cigare që se ka ma lejen? Po, qysh me nxon është kemi metoda ndryshme të ke fundit, ose trasin policinë, ose e largojmë prej aty, nuk e lëmë. Që se largohet një herë, dy herë, na nuk kemi popull që nuk respektojmë ligjin, të kuptomi diçka. Inspektorat i kemi që s'na qesin gjoba. Jo, s'është e vërtet. Inspektorat qesin gjoba, unë të regova, na nuk kemi edhe nga reportazhi ishte që nuk kemi qesin gjoba. Na kemi mujt me qitë gjoba kur ligji ka qeni pa aplikushëm. Nuk mujt i veç me shkru numër gjobave për enorm, edhe me thonë me pasru vete, me thonë kemi bo 1000 gjoba edhe na kemi kryer punën tonë. S'është ashtu. Na kemi pa që ligji në jetën e përditshme ose në veprat tona të përditshme është i pazbatueshëm. Për atë arsye jemi ndal pakës. Jemi frenu pakës. Edhe kemi paralajmëruar palët që do të bëhet e kundërta këtij ligjit 100%. Për aspekt praktik, pyetja e fundit për aspekt praktik, po duam të pyet çka bëhet mas 5-ve kur ju inspektorat e kryejnë orarin e punës. Kush inspekton kafet mas orës 5? Na jemi 24 orë inspektor. 52 inspektora. 24 orë inspektor, në momentin që dalë me një kafeteri ose dalë me pi kafe, edhe nëse e shoh dikonin të pi. Jo more, sa i keni në detyrë, jo vetëm me pi kafe vullneti i mirë. Sa i keni në detyrë mas orës 5? Na jemi në detyrë vazhdimisht. Inspektori është në detyrë vazhdimisht. Inspektori është në detyrë vazhdimisht, zotni Hoti, po pyes për atë sa njerëz janë në orar të punës mas orës 5 tu inspektu faktin se apo aplikohet ligji ajo. Tamam kur njerëz dalin edhe pinë mas shumti. Jo pa qëllim e përmenëm vullnetin politik, edhe thamë që po besojmë. Se ministri dënë, qysh në fund kime nalë poshtë? Falë të sfigoj. Me qëtë legjë parashijet krijimi një këshillin ndërministror, ku ka mollë heq prej ministrit shëndetësisë, edhe në këtë këshill do t'jenë edhe disa ministra tjerë. Kjo në kupton që kjo çështje do të mahet në agjendë shumë lartë, nuk mund trajtohet e miratum një legjë dhe tash po e lëmë sirtar, po e lëmë mënyrë stihike qytetarët nëse kanë vullnet ajo për ta zbatuar. Nëse ka vullnet që nuk po dyshoj fare në ata, atëherë në këtë këshill përcaktohen detyrat, rritet numri inspektorëve dhe japet detyrë shtesë inspektorëve që të inspektojnë edhe pas orarit punës. Me ligjin për inspektoratin sa diune, inspektorët janë çush e tha edhe inspektori 24 orë. Ani po shtun e dile, po ju pyes juve, shtun e dile, ju mundeni me dalë dhe mos me dalë me familjet juaja. Po a është dikush i obliguar në orar të punës? Shtun e dile me dalë me inspektu. Të më parasysh kushtet socio-ekonomike të Kosovës, një dënim 500 euro ose një dënim 5.000 euro nuk është i vogël. Kështu që po keni me dhon pyetja është me 5. Jo, a keni me dhon, po kena me dhon patjetër. Se qose na dana me pas një shtet ligjor na të me punu si mas ligjit ose hiç. Po veç, a keni caktu me orarin kur keni me dhon? Dhem 5 punoni, mas 5 absolut, unë e marr ID kartën e kom me veti vazhdimisht ka shkoj. Edhe në momentin që po nështë as dilni ju qatë mramje?
Ja që se unë nuk dalë del kolega jam. So është të thoni që nuk dalëm. Po du me thonë që mbështeteni vullnetin e mirë të daljes së kolegëve t'juj. Nuk e keni kërkon në rartë punës mas 5-ve dhe shtu në dile. Ka të dëna 5 e kemi rarën e punës. Mirë po, në qose kur kemi aksione, ose kur kemi trusni për zbatimin e ligjit, na të bëjmë edhe aksione jashtërorit punës, normalisht, sistematike punës. Tash do ta përfshi zotin Gërxhaliu, arsyeja pse si ju përfshiva deri tash Gërxhaliu është sepse është e qartë që ligji është diçka që është i mirëseardhur për Kosovë, mirë po ju keni problem, keni thonë me një nen caktum. Po më intereson çështja e çati neni edhe po du bashkë me ju më thonë jeni i vetmi këtu që ndoshta keni problemin një pjesë ligjit, i kemi ftu edhe 3 kafexhi thjesht njerëz që mojnë kafe, njerëz bizneseve, të cilët në moment fundit janë tërhek. Dyshimi jam që janë frigu prej mund të ketë bëj që jam frigu për inspektoratit me u ballafaqu, me kallëzu të vërtetën se si menojnë ata që do të aplikohet në kafe tëne, i kom ftu për atë industri që mas shumë t'i ka mu afektu, mirë po janë tërhek në moment fundit prej debatit. Ju jeni këtu për fasuesi bizneseve. Jeta thande shumë për idenë për këtë debat dhe besoj që është një moment shumë i rëndësishëm që të shtjellohen dhe të kristalizohen gjërat. Si odë ekonomike vërtet e mbështesim çdo ligj të miratuar dhe të aprovuar. E kemi përshëndet dhe do ta përshëndesim implementimin e këtij ligji, mirë po nuk është e rrugës të etiketohen gjëra dhe vërtet në ligj të gjendet ajo çka i konven ndikujt. Ligji duhet të jetë për gjithë ligj dhe ta ketë zbatshmërinë për gjithë. Na kanë shkruar letra të ndryshme, kinse na jemi vras, kishe jemi ku ta diun, po gjitha këto ne i llogarisim. Për çfarë arsye? Për arsye pse kemi kundërshtuar neni 9.2. Mirë po të pas parasysh faktin që jemi në tranzicion, duhet paguhet një çmim tranzicion dhe gjëra të tilla mas le të përfundojmë me një dillit. Po nalem çtu, zotni Gërxhaliu, çka thot neni 9.2? A mundeni ka dalë me na lexu që me u marr me atë? Po, neni 9.2 faktikisht e ndalon ekspozimin e duhanit në çdo hapësirë. Dhe tëra kjo do thotë neve si përfaqësues Komitetit Biznesit na ka shqetësu dhe do thotë në analizat të bëra nga ekspertë ndërkombëtar. Çfarë bie nalja e ekspozimit për nuk ka komunikim vizual mes konsumatorit dhe produktit. Do thotë nuk ka komunikim të drejtë për drejtë me duhanin. S'bën me pa. Nuk bën me pa. Paqetën e cigares kërkon, ha? Do të jetë e mbuluar me një do thotë dollap të veçantë. Dhe në këtë drejtim, ekspertë ndërkombëtar na rekomandojnë që neni 9.2 është një ligj ose është një nin antikushtetues, i cili do ta dëmtojë Kosovën në shumë pika. Dikush mund ta bëjë pyetjen çka e argumentojmë na këtë antikushtetueshmëri. Shtruhet pyetja, çto kush janë ata ekspertë ndërkombëtar, a bën me ditë? Po, janë vërtet ekspertë të drejtës ndërkombëtare që kanë analizuar dhe kanë shjelluar këtë ligj dhe pika e parë vijnë prej Amerikës, vijnë prej Anglisë dhe do thotë vijnë edhe nga Kosova. E para është ligji neni 3 i kushtetuesës që ka të bëjë me barazinë përpara ligjit. E dyta ka të bëjë me nenin 10 dhe nenin 119 që ka të bëjë me ekonominë e tregut me një konkurrencë të lirë. E treta ka të bëjë me nenin 119.1 që ka të bëjë me lirinë për aktivitete ndërmarrësore. Pika tjetër është neni 24 që ka të bëjë me barazinë përpara ligjit, do thotë ndalimi i diskriminimit, dhe neni 40 që ka të bëjë me lirinë e shprehjes, neni 46 që ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtës së pronës dhe neni 49 që ka të bëjë me të drejtën për të punuar dhe për të ushtruar profesionin. Po pëlqen që e keni pas këtë bëni analizë shumë të thokt, po du mundohet të liria e shprehjes shumë po më intereson qysh që ky ligj ose neni 9.2 e na lirinë e shprehjes. Qysh? Absolut, në qoftë se ju jeni një prodhues, ju parandalohet forma e komunikimit vizual me të tjerët, atëherë me siguri është një cenim i të drejtës së qytetarit dhe konsumatorit. Po, e tëra kjo nga kundërshtrimi i odës ekonomike i ka këto pasoja. Në rend parë Kosova, po fillon me parit. Është vërtet që dialogu dhe debati për këtë ligj ka qenë që nga dita e parë. Ajo që ka është më shqetësuese dhe që më tepër irriton Komitetin e Biznesit, që përkundër asaj që me vite është debatuar, në fund çdo gjë ka qenë që nga dita e parë që është propozuar nga sponsoruesi. Do thotë nuk ka pas kurfar impakti debati dhe dialogimi që është bërë me Komitetin e Biznesit. Dhe të e pas parasysh faktin që koha për biznesin është para është një humbje.
E dyta, A është komuniteti i biznesit, a ka qenë qështu që është në debat i pagatshëm me diskutu komuniteti juj? Edhe me ikë prej debatit në moment fundit? Zoti Hoti ka qenë aktiv dhe definitivisht kemi pas biseda konstruktive, që është ma interesant një obligim të them se kemi pas takimin në nivel shumë të lartë. Na ka prit Ministri i Financës, zoti Bedri Hanza, kur i kemi argumentu shqetësimet për neni 9.2. Na ka thënë që ai do t'i merr të gjitha hapat dhe do t'i shkruaj komisioneve parlamentare të mos pranohet neni 9.2 se do t'jetë një grusht buxhetit konsoliduar të Kosovës. Kush i ka shkruar? Bedri Hamza. Mirë po, nuk e ka bë këtë. Kemi pas takim me Ministrin e Shëndetësisë zotin Agani, i cili na ka premtuar në kabinetin e tina se do të bëjë çmos, ligji të shkojë 100% në ndalim, për çka dhe ka marrë mbështetje, por neni 9.2 nuk do të fuqizohet sepse nuk e besoj që ka efektin e vet dikujt ja dhurosh varfrin dhe të thush po ta mbroj shëndetin. Dhe ajo që është më interesante, mos etiketohet dikush se oda është kundra i shëndetit. Por, nëse ne jemi pro 100% ndalimit dhe i dëshirojmë sukses zbatimit dhe implementimit, kundërshtohet pika 9.2 që nuk ka grace periud, nuk ka kohë kur duhet filloj të implementohet, po për një herë do thotë mirët si një masë radikale, besoj është diçka që e ka shqetësuar Komitetin e Biznesit. Dhe duhet të thuhet edhe fakti tjetër që ju e dini që sot në Kosovë, po që se fillon zbatimi i këtij ligji dhe nuk do të ketë komunikim dhe shitje në rrugë, atëherë llogarit që do të ketë afër 800 dyqane të mbyllura ose shtore, do të ketë afër 2500 të papunë dhe mbi të gjitha. A bën me veç me pyet çush keni ardhur te ky konkludim që 800 dyqane do të mbyllen? Jo vetëm në rrugën Anë Tereza e keni 10 dyqane që mirën ekskluzivisht me shitjen e dohanit. Po ata mund shef tas me vazhdu me shit pa ekspozu as muj? Nuk muj. Do thotë do ta kenë të grumbull. Është në tavolinë. Është edhe një dukuri tjetër. Ju lutem, është një dukuri. Jo, nuk muj, duhet me pas banak special. Dhe ajo që është më interesant është fakti që kostoja e këtyre vitrinave llogaritet që do të jetë afër 3 milion euro për Komitetin e Biznesit. Dhe tash unë po ja bëj ju një pyetje. Kam dëgjuar zyrtarë të ndryshëm që kur dhojnë argumentet e tyre për implementimin e këtij ligji dhe thonë që ky ligj do të sjellë rritje ekonomike, zhvillim ekonomik. Unë po bëj një pyetje. Nëse do të kemi rrëmit buxhetit, nëse do të kemi korrupsion, nëse do të kemi humbje të vendeve të punës, nëse kemi tensionim të politikës sociale përmes krijimit të papunëve, atëherë nëse dikush e argumenton një gjë të tillë, po e them me përsinë të madhe do ta ketë mbështetjen time të kandidoj për çmimin Nobel për ekonomi. Vetëm pak, para se më dhon fjalën, vetëm e kam një pyetje lidhur me 800 dyqane që do të mbyllen. Minimum. Ai që e pin duhanin e din ku me ble duhanin, e din edhe ja gjen mënyrën atij që i pihet shkon me. Kjo është një mundësi shtesë për korrupsion dhe kontrabandim dhe për informalitet. Nëse unë jam një kompani serioze dhe dëshiroj të deportoj në treg, i përdori dy alternativa, e përdori lojën me çmime, do ta uli çmimin, dhe e dyta, do ta korruptoj ata që shet dhe do të them, do të kesh këtë provizion që se dikush lyp cigaren X, thuaj nuk e kam kët, po e kam kët, afroja kët. Dhe nuk është kjo një shkelje e maniereve të tregtisë? As shkon klientit e tjetri me gjetë që ata që e pin qatë cigare? Gjithkund do tjetë një taloj, se ju e dini që në këtë drejtim ekzistojnë kompani cilat e kanë traditën e të bërit biznes. Po e them, Kosova nuk e meriton të shndrohet në hapësirë eksperimentale, dhe e dyta, në këtë drejtim, krijon... Po nalëm të bëjmë pak debat? Vetëm edhe këtë, po krijon dy efekte duale negative. E para është papunësia, e dyta rramja e buxhetit, e treta kontrabanda dhe informaliteti, dhe në aspektin ekstern, që është një pikë tjetër. Ju lutem, sot gjitha raportet ndërkombëtare thotë që pika më e dobët e Kosovës është kriminaliteti dhe mungesa e sundimit të rend dhe ligjit. Dhe nëse sot zbatohen ligje ose miratojnë ligje, të cilat është shumë vështirë të zbatohen në këtë drejtim, atëherë nuk i di a bëhet nder Kosovës apo diku tjetër. S'u vajtohesh? Jo. Me çka? Me cilën pjesë? Spori duhet të shpjegohet sepse fshor deri te kjo pikë, se duhet më kohë një arsye. Këtu ekziston një objektiv legjitime shëndetësore. Spori është dëshmuar, këto i kam 48 burimet referencës, është dëshmuar që kur produktet e duhanit ekspozohen në pikat e shitjes, ato nxisin të rinjt dhe fëmijët për të nisur me eksperimentimin e duhanit. Po ashtu, ata të rinj dhe fëmijë që veç janë të eksperimentuar me duhanin, i nxisin që të kalojnë nga përdorus eksperimental në përdorus të rregullt. Imagjinoni dikush që është duke përpjek ta lë duhanin dhe shkon në një shitore, ku te orka për mi kry i ka të gjitha llojet e produkteve të duhanit, edhe duhanin favorit të atij. Cili mendojnë se do të jetë reagimi i atij që është përpjek për ta lënë. Edhe këtu kur inkuadrojmë edhe blerësit impulsiv, që hi në kategori blerësve impulsiv, ai thotë, "Lutem, ma jep një cigare" dhe ja nis për ta pi. Këto janë të argumentuara. Ashtu,
në Island, kur është zbatu kjo mos për 5 vitet e para të zbatimit të kësaj mose, në mesin e 16 vjeçarëve. Këto janë të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik të Islandës. Çfarë ka ndodhur? Prej 17% duan pirja në mesin e 16 vjeçarëve për 5 vite ka rënë 10%. Lutem. Sigurisht, ta përfundoj, po jo mos më ndërpres, ndërprema mande. Analiza e Islandës është këtu. Okej, që unë kam brimin e referencës. Për qëllim e përmend Islandën, përfundoj. Do të thonë është një prej shteteve, e aplikon Islanda, e aplikon Norvegjia, jo, të lutem, Irlanda, Britania e Madhe, e shumë shtete tjera, mos titi përmend vazhdimisht argumenti ekonomik. Këtu është gjetë një bazë e mirë për të përmendur argumenti ekonomik për shkak se po jetojmë në varfëri. Edhe tash na duhet të shesim një helm për ta mbajtur ekonominë gjallë, e në të kundërtën është kundër efekt. Nuk ka të dhëna që ekonomikisht e justifikojnë mos pasjen e kësaj mase. Përkundrazi, me një buxhet kaq të varfër të popullit të Kosovës, ato 700 euro ose 1000 euro që një individ i harxhon vet për me pi cigare, për me myt veten edhe ata për rreth tyne, ai mundet shumë mirë me shpenzu në disa sende tjera që i ka më të nevojshme, edhe prap ato por janë kontribut në ekonominë e këto vend. Vetëm pak, moje që tu do ta lexoj nenin në ligjin e kaluar. Pikë për pikë. Po du me shku ti që çka i thu zotni Gërxhaliu prindve që s'dojnë fëmijët e tyre me u pa reklama e kërkun s'dojmë ju pa reklama e cigareve. Çka ju thush aty në prindve? Kush e mbështet sot reklamimin e duhanit? Askush. Mirë, reklam është e ka fjalën ekspozimin. S'po dojmë me pas ekspozimin. Komisioni parlamentar ka propozuar që të paktën të jetë një pako e ekspozuar për hir që të jepet e drejtë konsumatorit, thotë ma jep këtë pako dhe jo çka e imponon diku tjetër, besoj një drejtë që nuk mund të cenohet. Po ashtu është aprovuar. Jo, nuk është aprovuar. Jo, nuk është aprovuar. Unë kam ligjin 9.2. Jo, nuk ka ekspozim, nuk ka ekspozim fare. Unë ta lexoj 9.2-shin që donë mi bëhet qartë. Vetëm pakës. Ndoshta unë mund të jem gabim. Në fund ditës, zotni Hotit, a është mundësia që një paket me u ekspozua heq fare? Jo, nuk është mundësia. Në fund është hek krejt. Nëse më lejon e kisha edhe pse e keni hek krejt? Jo, ne nuk e kemi hek, ta sqarojmë për ligjin, në formën finale ka votu Kuvendi i Kosovës. Edhe kërkush mundet me akuzu Ministrinë e Shëndetësisë ose sponsorin që e solle këtë ligj. Ne, në fakt, e sponsorum, mirë po mandatin me vendos e ka pas Kuvendi i Kosovës. Kom qenë shumë afër me këtë proces dhe gjithherë kjo pika 9.2 ka qenë pak ma diskutabile. Ne nuk është që s'kemi qenë fleksibil, që s'kemi ofru argumente. Ne thjesht kemi ofru argumentet pse duhet tjetë 9.2-shi, mirë po në fund prapë vendimin e kanë sjellë Kuvendi i Kosovës. Në komision? Komisioni parlamentar për shëndetësi, punë dhe mirëqenie sociale. Ne kemi ofru 3 opcione. Opcioni parë natyrisht më i preferuar është ky që është votuar sepse ne kemi sponsoruar këta. Opcioni dytë ka qenë që të lihet 8.3 që ka qenë ligjin aktual. E lexojmë tash me kujdes do të shohim që ngjashmëria shumë e ngjashme, vetëm pse në ligjin e ri ne kemi qenë të kujdesshëm që ta elaborojmë pak më tepër atë duke ju përmbajtur parimet që ka Korniza Konvent për kontrollin e duhanit. Veç për ju lexoj vetëm fjalinë e fundit jo krejt edhe do ta shihni. Vendosja e prodhimeve të duhanit në pikën e shitjes duhet të jetë e fshirë nga publiku i përgjithshëm jashtë pikës së shitjes. Ligjin e kaluar ka qenë kështu. Ligjin e ri, ne nuk e kemi ndaluar absolutisht shitjen. Çka guxon me bë me ligj 3 vizatoma? Lutem ilustrova lidhur me ligjin e ri, duhani nuk guxon të ekspozohet, mirë po mund të hapen dyqane specializuara që bëjnë shitjen e duhanit dhe shkruajnë këto shitje duhan. Në gjitha supermarketet ku do të ketë produkte duhanit, shitsi është i obliguar që konsumatorit t'i vendos një listë produkteve, cilat i posedon dhe ai mund zgjedh nga lista se cilin lloj të duhanit mund ta zgjedh. Do thotë, sa i përket këtyre shqetësime kushtetuese, jo kushtetuese, s'kisha pas që fare të shohim këtë debate, sepse ne kemi një gjykatë kushtetuese, e cila ka mandatin me interpretuar nëse meriton çdo ligj që miratohet nga ministria ju të përfundojnë gjykatën kushtetuese. Jo, mos i para gjykat, sa ligje kemi miratuar ne, sa ligje kemi miratuar. Sepse keni bazë për mi kontestu kushtetshmërinë e këtij ligji. Po ju mendoni ashtu? Unë po mendojmë, ti aspekti. Ju përmendën këto nenet që ju përmendi për konkurrencë, unë tash do të përmend një nen tjetër. Një argument është shumë i rëndësishëm. Edhe çet argument. E përmendë konkurrencën. Unë kam qenë në takim të Komisionit Parlamentar për Shëndetësi, edhe industria e duhanit vet ka kërkuar prej autoritetit konkurrencës që t'i bëjnë një interpretim 9.2-shit. Edhe
Ky është i deponuar në Kuvendin e Kosovës, në atë komision, zotriu nga ky autoritet ka sjell qëndrimin me shkrim që ky nën absolutisht nuk e dëmton konkurrencën dhe palët i trajton si të barabarta. Ky është i deponuar në komision, ju mundi me shku me marr kopjen edhe me lexoj. Leja vetëm edhe pak ta sqaroj. Sa i përket gjona të tjera rreth procesit, i përmendi takimin me ministrin, edhe unë kam qenë në atë takim dhe bashkë më vjen mirë që një ministër i shëndetësisë, një takim me përfaqësues të kompanive dohanit, ju thot që 100% që është i paprekshëm dhe pjesa tjetër është e diskutueshme. Dhe ministri duke shprehur mirë kuptim deri diku për vetëm ai ka thonë që ko me marr parasysh çka po thoni? Ka thonë decidivisht ka thonë do të merrna me këtë çështje dhe më lejo ta sqaroj sa fat. Ai ka thonë incizimin cilin e kanë analizuar dhe e kanë argumentuar. Absolut. Nuk është ndaluar kjo. Veç pak leja ta sqaroj. Edhe vjen ministri në takimin e fundit se i vetmi takim në cilin ministri ka ardhur është informuar drejt për drejt dhe në çfarë pike kam riligj ka qenë takimi i fundit i grupit punues. Edhe ministri ka insistuar që të ketë një lloj fleksibiliteti për nenin cilin ju keni kontestuar. Mirë po në fund në mënyrë unanime grupi ka vendosur që ky nen të mbetet duke u thirrur argumentet që kemi ofruar. Dhe është shumë politike mirë nëse një grup punues i mandatuar prej ministri mundet që të vendos lirshëm pa ndikimin e ministrit ta çojë. Ministri Agoni është pro ekspozimit. Nuk është pro ekspozimit, po ka kërkuar pro kundër. Lutem, në një debat në fund punën e grupit punues. Jeta, në një debat ministri Agoni thotë e kom dëgju Komitetin Biznesit, jom pajtu me ta që nuk duhet të ketë 100% ndalim të ekspozimit. Mirë po të tjerë mbinden që po dashka kështu me vepru. Incizone e keni incizim në një televizion. Po. Qose më leoni, po ka zëtë. Për arsye se na jemi ata që ekzekutojmë ligjin, na jemi ata që punojmë terren. terren. Çka paspori ju keni me edhe shumë në vend e ki, në këtë pikë po nesër në këtë pikë kena pas problem herën e kaluar me na, për arsye se ka qenë që të mos bëhet ekspozimi i duhanit jashtë kioskit. Po çka kanë bërë ata? E kanë vesh komplet kioskën me duhan. Aso reklama jo. Edhe kur i thoshim na jo, bile një përfaqësues i një biznesi të duhanit ka thonë çyr, na kemi mrena xhuma, na e kemi duhanin, se kemi jashtë. A nuk o reklama jone komplet vend si folje të bardha me qitë janë qitë pako duhanit. A nuk është ajo lajthitje ndaj të rive? Një ndër rekomandimet e komisionit ka qenë tjetë vetëm nga një pako ekspozune. Dhe besoj që një gjë atil nuk është me pas dëm na i kemi fotot, zëtë Gërgjaliu, na i kemi fotot që kioska o komplet e mveshne me duhan. Tjetra është. Vetë lloj cigare. Këto deshta me thënë. I kemi janë 20 kompani, ka 10 lloj cigare, 200 cigare, njësoj këtu po flasim për çështjet ekonomike, këtu po flasim për çështjen e reklamimit të duhanit. Inspektorati sanitar punon në bazë të 3 ligjeve bazë. Ligjit të inspektoratit sanitar, ligjit për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve të ngjitëse dhe ligjin e ushqimit që janë trijat për shëndet publik. Na kujdesemi për shëndet publik, edhe ton dallim mes reklamës dhe ekspozimit. Duhet ta kuptoni, reklama është rrepsisht e ndaluar me gjitha konventat dhe mbështetimi. Mirë po, na jena kundra ndalimit të ekspozimit nga një pako në dyqane dhe markete. Na kemi pas problem për ato dallimi mes reklamimit dhe ekspozimit. Ato kanë ndaluar reklamimin, po e kanë ekspozuar shumë sa që është bë. Nëse mund na më kyç, Konventa Kuris për kontrollin e duhanit e ka i përfshin me një pikë. E përfshin reklamimin, promovimin, sponsorimin. Ekspozimi. Ligji, çka përfshin? Ligji, reklamimin për ekspozimit, a e dallon? I ki definicionet, i kretë për kufizimi janë të reja se kam qenë pjesë e grupit punus dhe shumë rekomandimet që i kemi dhonë nasi organizat, janë pranuar nga grupi punus. Pikërisht për 9.2-shin, për 9.2-shin kjo është krye këput reklamim. Ekspozimi, këtu nuk përgjoj një deklarat një përfaqësi një menaxher shumë të lartë një kompanie duhanit që s'du t'ja përmend emrin, i cili thotë ne po arrijm, nëse mund ta përfundoj. Reklamimi në dorën e industrisë së duhanit për të reklamuar produktet. Ipet reklama televizive, qitet në për billboarda, ajo është reklamim. Ekspozimi është komunikim vizual me produktin final, jo me reklamën. Këta i kanë metodat në vitet 70 tani. Mirë po, ai çka është edhe eksponimi është ndaluar. Po, mirë po, jo vetëm kjo. Po çka është më shqetësuese, e ndi përgjithësi më i thanë, me 46 deputet Kuvendit Kosovës kemi bisedu,
E dini që keni votu, po tha bo shumë mirë, ndalu 100% ligjin. Tash, e dini që keni ndalu ekspozimin, tha po bën hajgare Superman ekspozimi, s'ka ndalim të ekspozimin. 38 me 36. E kush ka faj këtu zëtni Kërxhaliu? Ka i kemi ne faj deputetëve që s'din me lezu ligjin? Nuk është qështu. Nuk është se e kum përcjell debatin, po nuk është se 38 me 36. Sepse në qoftë se ka një projekt ligj. Masi si kemi deputetë këtu s'di me thonë, po. Po s'është edhe ndeshme të flitet për ta ose ti etiketojmë në qoftë se ata nuk janë këto. Në qoftë se ka një projekt ligj për cilën u diskutuar shumë në media, me zotin Safet kemi qenë prej janarit vitit kaluar disa herë në emisionet përbashkëta. Nëse ka një ligj i cili ka qenë i pranishëm në media dhe kanë ditë edhe vendimarrësit, edhe qytetarët është pikërisht që ky ligj. Kështu që nuk mundem me thonë që deputet nuk e kanë ditë çapo votojnë. Bile ju e dini tash. Mirë, po kjo punë s'dia është diskutu, puna e eksponimit. E vërtet që e kemi përcjell seancën, nuk kam qenë edhe kur është bë votimi i parë, edhe kur është bë votimi i dytë e kam përcjell drejt për drejt, dhe nëse merrni se ne kemi transkriptin komplet çka është diskutuar për këtë ligj kuvend. Dhe shohim që jo që e kanë ditë çka po diskutojnë, po i kanë pas fjalimet e shkruar shumica prej tyre dhe më vjen keq që një numër i tyre kanë lexu fjalimet huaja. Është mirë që deputet me logjikue, me trunën e vetë edhe ju me tjetër. Tjetra 70 vota për. Fjalimet huaja shkruame prej kujt? Ka dalë shumë prej kujt? Prej industrisë dohanit. Ato janë nashiqare, unë i kam fjalimet i kam. Votat janë veç 2 kundër, zotni Hoti. Votat janë 2 kundër, nuk ka asnjë vot kundër. Asnjë vot kundër. A di pse është diskutuar? Na kemi vetë amendamentet, jo ti ligji. Mirë, atëherë nëse industria e duhanit ku ka qaq e fuqishme dhe me parë shumë s'pas ka mujt me ble deputet. Po ne po mendojmë që kanë fituar argumentet tona dhe kjo është mirë, edhe për demokracinë, edhe për shëndetin është e shëndetshme. Mos harrojmë edhe një sen, Safeti e din. Industria ka desht me i qu deputet me pa përvoja tjera. Bile ka qu një vend që është pak ma liberal në politikën e kontrollit. Industria? Industria ja ka pagu deputetëve tonë dikur me shkua? Kanë qenë në një vizit studimore tash të quajtur në Austri. Sa deputet? Numrin nuk e di, po kanë qenë në Safeti me ditë më mirë. Industria, kush e ka pagu udhëtimin? Tash Safeti po përfaqëson industrinë edhe Jo, unë po të pyes se ju lutem. Ta përfundoj. Ju lutem. Jo, po më intereson industria. U prek një temë shumë interesante. Unë përfaqësoj Komitetin e Biznesit. Është e vërtetë që ato kompani paguajnë antarësi në ekonomike. Tu e pa rrezikun që duke kanosur. Jo, lutem. Ju përfaqësoni interesin e tyre. Tu e pa rrezikun çka është duke ndodhur me neni pik 92. I kemi marrë, kemi thonë ti shëtisim, ti shohim përvojat e vende. Dhe nëse në Gjermani nuk zbatohet një ligj i tillë, nëse në Austri nuk zbatohet, nëse në Zvicër me referendum refuzohet një ligj i tillë, atëherë pse të shndrohet Kosova në eksperienca mentale? Cila kompani i ka Jo, do të thotë ai ka qenë nga buxheti i Odës Ekonomike të Kosovës për hir ta kemi transparencën e legislacionit. Se kemi pa qëllimi Odës Ekonomike kush ja ka dhënë fondin për miqut deputet tonë? Antarësia e Odës Ekonomike. Edhe kemi marrë, do të thotë, lutem, e kemi marrë komplet grupin. Me sa diun 7-8 kanë qenë, edhe ata partive ka pas. Edhe ata janë shoku kur kanë thonë pse na duhet ky ligj kaq radikal 100% për ekspozim. Po shtatë kanë votuar megjithatë krejt. Lutem. Në segment asaj. Ne kur kemi shkuar në përmbyllje të draftit, kemi thonë, e keni opsionin e propozuar prej neve, e keni 8.3 në ligjin aktual. Opsioni i tretë që ne jemi shumë të hapur transparent, merrni modelin e vendit cilin e keni pa. Nuk e adaptuar atë model, sepse disa prej tyre të Austrisë. Po, thanë jo, ne kemi psu autogol në Austri, sepse në Austri kemi pa politika shumë trepta të kontrollit të duhanit. Presionet e juaja, edhe të organizatës botërore të shëndetësisë kanë qenë aq të mëdha, saqë ka qenë e pamundur do të më ndryshu diçka. Bënu i sinqert. Ju keni qenë prevall, ju e dini shumë mirë çfarë sjellje keni pas ndaj deputetëve. Ju lutem, a ditë kur është votuar në parlament? Ju lutem. A ditë kur keni ardhur në parlament, ju e dini sa vetë një kont huaj që keni përcjell në dyshim. Ju lutem. Prandaj në këtë drejtim, nëse mendoni me shndru Kosovën në hapësirë eksperimentale për hir të servilitetit, që duket që ja paguën në mëditje ose në vizitë studimore në përbot, besoj se nuk e ke bën. Ai vjen që ju keni paguar mëditje. Nuk e bënin der asko. Ja lutem, Oda Ekonomike për hir të komparimit të legislacionit që ka bërë këta, jo me imponu, se s'u imponon. Mi po, një komision që tashe, këtë drejtim, na mujna debatu, ligji është dekretu, po mos mendoni që e kemi bërë një punë të mirë që kam shku në favor të zhvillimit ekonomik. Edhe herë po thonë, ekziston një proverb që ju e dini shumë mirë popullor që thotë, skamja dhe varfënia ta bjen dergjen, dergja ta bjen smujën dhe smuja ta bjen dekën. Nëse mendoni ju, popullit mbillani varfërinë dhe tentoni ta shëndoshni, atëherë po ndoket, po prapë po them, mos e aktualizoni
këtë çështje. Ju e keni arritur qëllimin e juaj, na si komiteti i biznesit do të tentojmë që të argumentojmë në gjykatën kushtetuese, keni arritur të ndikoni një ditë përpara edhe te presidentja, ju e dini qysh, se do thot argumentet që ka pas presidentja kanë qenë pro që ligji të kthehet me vetëm qëllim që neni 9.2 të rishikohet. Po nuk e kthej. Nuk e kthej. Në momentin e fundit nuk e kthej. Nuk e dina jo. Ka mundësi të replikoj pak. E para nuk kemi nevojë hiç të emocionohemi, sepse në publicitet unë nuk pidon, lutem, unë nuk pidon. Verdikt, po vjen shumë mirë bindje edhe të tjerë, nëse në kjo është mesazhi më i mirë. E dyta, nëse Ministria e Shëndetësisë, zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, shoqërisë civile, unë si mjek nuk bëj presion favor shëndetit publik, unë s'kam pse e kryj misionin tim. Mirë, po kur farë presioni ndëm dikujt, vazhdimisht preferohesh ekonomisë, gjëra të tjera. Edhe me ligjin aktual sa fet, lutem, leja të flas. Unë nuk di me fol për mjekësi, se unë jo veç ekonomi. Unë ju përgëzoj juve që jepni drejt me fol për ekonomi. Unë di veç që ta çka di. E përmend shitjen në rrugë. Shitja në rrugë është ilegale sa vet. S'kem çka diskutojmë. Shitja e cigareve nga ana e fëmijëve është akt ilegal. Absolut. Kush e mbështet këta? Mirë, a keni dalë në RCO ekonomike, mi thonë ju lutem bizneseve tona ta bëjmë një vendisim, të heqim këta fëmijë, të gjejmë një alternativë. Ai nuk hetuj për cila aktivitetet odës ekonomike. Jo një herë, po disa herë kemi bën një hap të tillë, plus jem antar të komitetit kombëtar për parandalimin. Cili këtyre aktiviteteve zotë Gërxhaliu? Është kjo bukuri ose ky mjerim që është në rrugët e Prishtinës, derisa nuk ka alternativë. Absolut. Un po them, kish më qenë shumë e rrugës, të jepet një periudhë kohore 2 vjeçare, 3 vjeçare. Për vendisim. Për këtë pjesë, edhe 9.2-shin me grejs periudhë. Po s'kan dhënë alternativë. Se duhet jemi parimor. Ministria ka sponsoruar bashkë me shoqërinë civile, me organizata të ndryshme. Bile shkëmbini do të ta thotë, mbi 72 organizata të shoqërisë civile kanë mbështet ligjin në këtë formë si është miratuar. Është aty edhe këshilli. Është edhe këshilli ekonomike. Është këshilli për mbrojtjen e drejtave të njeriut të shumë aspekte tjera. Ne pra po themi, ne nuk ja ndalojmë odës ekonomike apo industrisë do anit të bëj fardo ankese. Nëse këta e shohin që është legjitime që ky nen shkoj edhe të interpretohet në gjykatën kushtetuese, ne absolutisht as nuk jemi kundër, as nuk mund ta ndalojmë. Edhe na që sot e japim zotimin që respektojmë secilin vendim që sjell gjykata kushtetuese. Po kisha pas dëshirë ta di, a është në gjendje edhe biznesi, edhe oda ekonomike edhe tjerë ta respektojnë vendimin nëse ai është kundër interpretimit që bojnë këta. Sepse ne kemi dëgjuar interpretime edhe nëse shkon gjykatën kushtetuese, prapë nuk është mirë me marr drejtën në interpretu kushtetutën. Edhe unë kam nenet e kushtetuesës që japin drejt fëmijëve. Nuk jap drejt kërkush me dalë kundër me lovu kundër mos implementimit të ligjit. Lutem, kemi kuptim edhe mos nën kuptim. Unë e thash në fillim, ai që thot është kundër ligjit për shëndetësi, ai është armik i Kosovës. Ai që thot që nuk e mbron shëndetin popullsisë e trive, është armik. Po jemi këtu për një çështje shumë pragmatike që ndërlidhet me ekonomi. Edhe në fundit, lutem. As argumenti ekonomik. Edhe që kjo mos koftë argument ekonomik, atëherë nuk e di çka të fol. Por nuk është argument ekonomik. Sa shëndeti prej domethënë. Unë pak më herë thash që po shëndeti nuk e diskutuam fare këtë aspekt. Sa hub shëndeti fëmijëve këtë pyetje. Ato shifra jep fajiki sa shpenzohet për një se i ka sakta për një person për trajtim të kancerit, 86% të rasteve me kancer të mushnive konsiderohet që shkaktor është duanpirje. Këto janë të dhënat e Institutit Amerikan të Kancerit, viti 2009. Po do të them për argumentin ekonomik. Spori. Kjo mas po e rrit koston mjekësore. Ato shërbime mjekësore dikush duhet mi pagu. Nuk vijnë ato shëndetësia që i qet vet pi xhepit, po dikush i pagun. E ul produktivitetin në punë për shkak të sëmundjeve që fitohen nga produktet e duanit. Përveç kësaj e hub edhe kohën e anëtarëve të familjes të cilët duhet të merren me ata persona që sëmujnë si pasojë e sëmundjeve nga çit probleme kemi edhe me ministrin. Ju lutem, nuk keni tu bisedë, do thot, nuk keni tu bisedu nga kanë vështrimi institucional. Çdo njëri, edhe ministri, edhe ju mundet të shndruan produkt strategjik. Tronë pak problem në rraf horizontal, jo vetëm vertikal. Ç'është mundet jo, fal kjo. Kemi shtruar katër rrafshe, tash duani produkt strategjik. Kur ne nuk e prodhojmë as edhe një cigare. Krejt ato para hipen diku jashtë. Po ç'është mundet me kanë dohani produkt strategjik bashkë me derivatet naftës, ju lutem. Industria duanit është produkti dëmshëm sa fet. Absolut është i dëmshëm. Mirë po. Qeverit e zhvilluara stabilitetin ekonomik e mbajnë në bazë të oscilimit në tatim vlerë shtuar në produkte strategjike. Dëshiron me investu në projekte kapitale. 27 euro për 1 kilogram duhan aksis. Vendi më i ulët.
në BE që paguën aksizën më të ulët në duhan është Polonia, e paguën 64 euro. 200 e tepër euro e paguin Anglia, Irlanda, Skotlanda aksizën për 1 kilogram duhan. Argumenti i çmimit absolut, argumenti i çmimit rregullohet me rritjen e aksizës edhe duhet të kemi market alternativ pra. Po jo. Se nuk kemi market alternativ. Marrë edhe këtu ka dalë dole. Do thot, edhe ndalimi 100%, edhe do thot ekspozimi. Çdo sen që e ul nivelin e konsumimit të duhanit te popullata e Kosovës, çdo nis që ul nivelin e konsumimit do të ndërmirë. Na kemi plot projekte, i kemi dërguar krejt deputetëve këtu argumente. Ju kemi dërguar edhe deklaratën e përbashkët 58 organizatave të shoqërisë civile me arsyetim. Kjo fushata lobuse që kemi, po i kemi shkruar letër edhe presidentes. Çto janë që i kemi bërë? Sa i përket 9.2-shit. Këto para krejt që në jashtë. Industria e duhanit nuk i intereson ekonomia e vendit. Industria e duhanit i intereson me zaventsu që ata klienta që vdesin, edhe që ata që e lojnë duhanin me duhan thjeshtri. Ku shoh ambienti më i përshtatshëm? Është një fëmijë që ka lënë pranë atyre produkteve që e vlen. E mendon këtë mënyrë radikale dhe agresive që çfarë jeni ju duke shpreh. E mendon konventa kornis për kontrollin e duhanit të OBSH-s që është evidence-based pse Kosova është vendi i 7 në botë për 180 sa shtete të botës që zbatonin ligj të tillë. A do thot Kosova ka pionier në këtë drejtim? Po, i shtati që ka ndalimin edhe 100% të ekspozimit. Jo, nuk është i shtati. Mbi 20 e kusht. Vetëm pak zëni hoti. Është shumë ndërlidh ka Hungarinë, Bullgarinë, Spanjën, Irlandën, Anglinë, Maltën dhe Greqinë. Jo, ki shumë shtete tjera. Lutem. E ki Islandën, e ki Irlandën, e ki Finlandën, e ki Norvegjinë, Mauritaninë, Keni, Zelandën, shumë mirë. E ki mirë po, me kalimin e kohës, ato e kanë paçi para ndalimi ose ndalimi është ndrun mollë të ndalune. Vargimi në notës ekonomike arsyetimin, argumentin në notës ekonomike e shoh vetëm në prizëm se duhet t'i përfaqësojë interesat e biznesit të duhanit. Përndryshe në një kontekst tjetër nuk besoj që do të kishte provuar tash. Vetëm pak të dëgjojmë argumentet, ndoshta do dona me na vazhdojmë. Po, nuk deshta shumë më marr me aspektin ekonomik, se nuk jam ekonomist edhe Safeti më ndala me fol atë aspekt. Mirë po, na e dim që duhani jap buxhetit Kosovës 100 milion, 116 eksakt ka qenë vitin e kaluar. Kur po thoni duhani, industria e duhanit, hyrat që realizohen nga akciza. Janë 100 milion për kësaj industrie. Mirë po, humbjet janë shumë më të mëdha. Është spaku dy fish i tyne. Nëse 27. Ai të thon 200 milion vjet minimalisht i kushton shëndet. Pasoja që sjell duhani për shëndetin. 27 shtetet BE-s kanë një mesatare për trajtim tyne pasojave diku 3.5 GDP-s vjetore. Nëse kjo përkthehet në buxhetin ton, i vjen aty afër 200 milion euro. Kështu që ky aspekti që ne po i japim buxhetit, edhe tash ne duhet të trajtohemi ndryshe, nuk vlen, sidomos para shëndetit nuk vlen. Nuk ka alternativë. Cila është forma që ti do t'ja ofrosh popullatës për punësim? A ki industri, a ki investime, a ki qëndrueshmëri ekonomike? Cigara dhe në këtë mënyrë punëson, po kjo nuk është alternativa. Veç edhe një argument. Safet, edhe një argument. Asnjë me shit, ka dalë, asnjë me shit diçka tjetër, çokoladë. Asnjë me shit sa perime, duhet me punon bujqësi. Ç'a bëhen fëmijët? Ç'a me shit duan, veç spelejohet mi ekspozu. A shiten edhe mia llojat produkteve tjera që nuk vendosen për mjar ku paguhet. Po mbështetin formalitetën dhe korrupsionin. Ato produkte që vendosin bjark, a është krejt kontrabanduar me janë? Kush morë faktet, që morë faktet, edhe në Danimarkë, edhe në Irlandë, edhe në Islandë, Bullgari, gjithkohë është kontrabanda deri në 15%. Edhe shtetet me kufit më poroz, më kalushëm që i kanë, ta marrim shembull Bosnjën, nuk e ka lënë kontrabanda nivelin e 5% që të edhe dim çfarë shteti ja. Kështu sillet sipas interpretimit që ku marr pi doganas edhe në vendin tonë. Shi dogana nuk luftohet në kjo kontrabanda, po luftohet diku tjetër. Statistika qep rezultatet sakta të dhanave të gabuara. Qose ju i pyetni importin nga Serbia në Kosovë, në doganën e Kosovës do ta gjeni që është 270 milion. Qose shkonin në Serbi thot 810 milion eksportohen në Kosovë. Çka është e vërteta këtu, ma thuj pra. Unë i referon dhëna zyrtare që japin autoritetet tona, jo ato Beogradit. Edhe një argument po thotë se shumë po përmendet me këtë komponentën sociale. Nëse e keni lexuar me vëmendje aty në definicion thotë që ky ligj bëhet për të mbrojtur shëndetin publik nga pasojat shkatërruese shëndetësore spari. E dyta sociale, e treta ekonomike dhe e katërta mjedisore. Domethënë janë disa terme të cilat na flasin shumë. Flasëm për fëmijët që shesin cigare edhe po ja ndalojmë aty në tarm. Na duke lejo ta përfundoj fjalën. Nëse ne fëmijët e lëmë kuptim, për fëmijë nuk foli kërkush, se kërkush nuk e përkran një shit të tillë. Ndaloni fëmijët tan shesin cigare në rrugë.
ata profesioni tyre i arshëm është cigare shitës. Edhe ne nuk jemi të interesum që të prodhojmë cigare shitës. Po ti dërgojmë fëmijën në shkolla, edhe ata nesër të bëhen inxhinier, edukator, mjek, gazetar, e profesione tjera. Kjo argument duhet Cila është kampanja vetëdijsuese që e keni ndërmarrë për këtë dukuri? Ose çka punon në mënyrë paralele që ta implementojmë këtë pikë? Edhe treta, ju veç një moment, për zotëriun, thot që i kemi sa inspektor, ju lutem, janë 5.000 shitore, 4.000 lokale dhe janë 50.000 biznes të regjistruara në Kosovë. Ju i keni? Nuk kanë këta mi mbikëqyrë shitore. Na nuk kemi. Jo, lutem. Nuk kemi mbikëqyrë. Edhe kondon mbikëqyrë, lutem. Cili inspektorat ka mi mbikëqyrë shitoret që të eksponimin? Cili eksponimin e ka inspektorati i tregut. Tash me ligjin e ri, nuk e dim, por pavarësisht janë njëjtë numër si joni që është. Mu nuk kanë diçka më shumë. Edhe e tash ku ta mbledhë për shembull. Xhaliu ka 9.000 shitore lokale, a mund 50 janë gjatë inspektor tregut, gjatë inspektor sanitar, janë gjatë inspektor të punës, bëjnë 180, gjatë të arsimit bëjnë 240, policë ti marrim që kemi 5.000, as mund të mbulua këtë mes jetë që inspektorat kur do mos zbatoni ligj, më dasht po. Edhe ka më dasht. Patjetër, pa diskutim. Është interesant që në ligjin e kaluam thoj ke u përmendëshin organit monitoruese të zbatimit të ligjit që janë kohë inspektoratet. Një pjesë inspektorateve janë prapa top, ka edhe tjera që kemi shtu. Në ligjin e kaluam shkruajke inspektorati sanitar e mbikëqyr zbatimin në neni 10. Neni 10 i kesh 15 paragrafe. Ato u përzeshin fushat. Çka ka ndodhur me këtë ligj? Se cila pikë e nenit, se cili paragraf përshkruhet cilin inspektorat ka mi zbatu. Nuk ka mo me pas përziret kompetencave me tonë inspektoratit. S'ka me pas... Jo, absolutisht jo. Se ka për se cilin paragraf, thot pike 1, nenit 10, kjo inspektorat, pike 2, nenit, nuk ka me thonë jo e jemja, jo ati. Mirë, çka keni me boju së shoqëri civile me mbikëqyrë që këta inspektorate me të vërtet e kryjnë punën e vetë, çka keni me bo? Na, kena nuk besoj që mujmë monitoru punën e kretë inspektorateve për një herë, për shkak se ka shumë pika që duin... A keni me dalë publik me folë nëse i shini, a keni me pasi partner që duin me punu me ta? Qëtoj e ka, në fillim, kur kemi nisë për ma avoku për këtë punë, kemi pas që ma shumë për mujmë i shty senet, në këtë drejtim tu ofru bashkëpunim. Mos kujto që i kemi përgdhel, nuk i kemi monitoru e nuk kemi raportu për ata shka përbojnë. Metodat që kemi, shumicin e gazetarëve... Qysh keni raportu? Kemi të regu për shembull sa monitorime kanë bo, sa gjoba kanë shkep, sa nuk kanë shkep, sa e kanë respektu. Unë tash duhet këto të thojmë publikisht, me gjithë angazhimin e madh të inspektoratit sanitar. Sikurse, në vitin 2011, kur u bë lansimi i fushatës, që u tha ka mundal pira donit vend publike 70-30. Sikur të ish pas mobilizim të gjitha inspektorateve, edhe me kallëzu persistencë. Se persistencë, unë e shumë kafebar, këmbgulsi, shumë ma mirë sot kishë më qenë zbatimi i ligjit. Po, nëse s'pat qatë herë, pse ka me pas tash? Po, këta e ponë, arsyetimi këtëne, ka qenë, po shkojmë të vizitojmë, kur shkojmë të kryjmë vizita, ai për ma këthen 30% që në qatë të kupi ka me shtëri. Po, ani debatoti, ti thuj ku është, pëse s'kan hi, arsytim është, kam pritu. Unë s'po thëmë, nuk pjam një stoj, kanë mujtë me punu ma mirë. Kemi një mekanizm shumë mirë besoj që nuk u përmen këto. Jemi Jemi një prej vendeve të ralla, më thëmë i vetëmi në rajon që kena ndërtu koalicion anti-dohan. Ku nuk, këtë koalicion nuk e përbojnë. O me letra, me strategie, me kshilla ndërministror, kena bu koalicioni, në qofë se bënë një apë që kë koalicion, këmgullja ati, presjoni që ka bu mi institucionet. Unë jam në institucion, mirë po jam pjesë e koalicionit, edhe unë dhe t'jem aj që bëj presion mi institucionin tem. Që këj koalicion ka siel një mobilizim të institucionëve, presioni ka siel deri të që ku jemi sot. Kështu që është një instrument shumë i mirë me përdor, edhe për fushata, për vedisim pajtona që ka nevojë shumë atepër, edhe aspekte tjera, veç edhe një plotësim të pjesa që e tha ma herët shkumbini, të gjobat. Kemi qenë shumë të kujdesshëm që në këtë ligj, mas këtë gjoba, themi prej 1000 në 2000, po gjobat janë fikse.
për m'ja pamundësue inspektorëve me interpretu një gjob me subjektivizëm. Do të thotë gjoba është fikse si pas shkeljes që bën, edhe kjo ja u ngushton hapësirën inspektorëve që me dhonë dënime ndryshme. E kitë përcaktuar në ligj, ato kemi zbatuar. Jo inspektorëve, këtu këtë rast gjykata themelore i jepet mundësia me ia dhon 5.000 euro ose 10.000 euro do dënimin. Jo, inspektori thotë mbas këtij nenit për shembull ka bëu shkelje X personi. E tash gjykatësi e merr, nëse o dënimi 5.000 deri 10.000, ai mund me dënu 5.000 euro. Për shembull, mirë po, jo, ka qenë më herët. Jo përmendet gjykata për kundërvajtje parës. Kundërvajtje shkojnë më shpejt. Përkujtoni edhe një herë dhe shikuesve se sa shpejt kanë mundësi me shku gjobat drejt te personi që duhet mi dhon paret. Përafërsisht jemi të fol për mas 7 vjetë mi dhon paret, mas 5-ve, mas 2-ve, mas 1-ve. Jo, për persona fizik janë gjobat mandatore, tash që hi. Në shqiptohet në vend. Qysh në vend? Qysh zbatohet në vend? Shkruhet, dërgohet në gjykatë dhe ai duhet mi pagu ato. Si dënimi i kerit. Si policisë. Dënimi i kerit. E për menaxherin? Për menaxherin është shumë më madhe, duhet të mbikëqyr, nuk mund. Përafërsisht na jepni një ide, një vjet, 2-3. Nuk e di, na kemi pas se kemi ftu kur kemi apu ligjin. Në pjesën ku kemi vënë ekzekutimin e gjobave, kemi ftu persona për gjykatës themelore për me na dhënë sugjerime që shmuimi ekzekutu më shpejt. Edhe ka qenë që kjo futja e gjobës mandatore edhe për këto tjera. Shpresoj që aty vyn punë më e madhe. Zotni Gjaxhariu, po duam ju pyet për këtë punën, thaçi të dënimi shumë gjykatësh kushtetuese përmes deputetëve, përmes odës, çfarë dënimi apo? Çfarë dënimi çfarë? Po kthehemi te një pikë e inspektoriatit në një debat fundit që kemi pas, drejtoresha e inspektoriatit thotë që do të jetë shumë vështirë të implementohet ky ligj, se na duhen 7 inspektoriate ose të krijohet një partneritet mes 7 inspektorëve dhe inspektoriateve. Dhe nëse në këtë drejtim do t'ja dilni atëherë kosta do të jetë shumë e madhe se ç'para mi po një dëshiroj vërtet që ligji të implementohet. Ndërsa për neni 9.2 do të jenë konsultat me ombudsperson ose me avokatin e popullit dhe me vonë do të jenë të adresuar kërkesat tek deputet, që me një shumicë të deputetëve të dërgohet kërkesa në gjykatën kushtetuese për sqarim lidhur me shkeljen e kushtetutës, do thotë të nenit 9.2, me vetëm qëllim, edhe herë po them, me vetëm qëllim që ligji të implementohet me pezullim të nenit 9.2 ose mundësisht të jepen alternativat e komisionit parlamentar që ka thënë të ketë mundësi të ekspozimit një pakoje. Dhe nëse e dy është e tepërt kjo është kërkesë e përfaqësuesve ose atyre që i përfaqësoj në këtë drejtim. Po e them edhe herë, një obligim moral të them, nuk është kërkush kundra cenimit të drejtës së shëndetit, nuk është kërkush kundra implementimit të ligjit, po duhet me pas të çështje sociale, jo problemit ke vetëm kaj vertikale, po të shtrirë edhe në rrafsh horizontal. Nuk duhet gjithmonë ky ligj të shikohet vetëm nga këndvështrimi i mjekut, po i qytetarit Kosovës, i përfaqësues të institucioneve të Kosovës. E çaj qytetari dhe një herë pyet qytetari si prind që s'don fëmia me ja pa çat eksponim. Çka pituni çati? Ka prizmi jo i mjekut, po i qytetarit. Një prind që s'don fëmia me ja pa cigare. Të krijohet mirëqenie ekonomike, të investohet në kampanjë antidohant, të investohet në edukim dhe në sensibilizim që kur ta shohin ata tri që gërditet. Lutem, ti nëse krijon mirëqenie ki mundësi me lutem. Kjo është rruga e vetme që duhet myrë. Kampanjat nuk kanë arrit efektin e plot. Kampanjat që kanë arrit. Tregtia nuk e ka arrit. Çka e ka arrit efektin dhe qëllimin e ligjit, pra. Në kampanë kundër antidonit, është 2007, 2008, 2009, derisa kemi nisur me zbatu ligjin. Kampanja është pjesë për cilë, se dhe për cilin nen është me rëndësi e cekët që me përmen? Kretë që to kënë të rëndësishme, po në diçka që është fut re, këtu është, e kemi parandalu një konflikt interesi. Me këtë ligj që thot mbrojtja e politikave të kontrollit të duhanit nga interesat komerciale të industrisë të duhanit. Me këtë ligj është një kapitull i cili e sqaron që thot e bën kufizimin e sqaron e bën kufizimin e ndërveprimeve. Për kthema ilustroma këtë. Çka do të thonë kjo? E kufizon ndërveprimet mes qeverisë edhe e industrisë duhanit kur është në pyetje bërja politikave të mbrojtjes së shëndetit publik. Edhe për çdo jemi në newsletter, është European Network on Smoking Prevention, është rrjet e organizatave, më mi aplinkin, është rrjet e organizatave në nivel të Evropës, edhe jemi në faqe të FCTC, Framework Convention on Tobacco Control, që është dokumenti core, bazë për këto, për politikat e kontrollit duhanit, ku thot Kosova e lufton interferencen e industrisë së duhanit me anë të ligjit. Edhe thot vinë ndërvend top reformatore në përputhje me Konventin Kërnisë Kontrollit të Duhanit të BSH për politikat kontrollit duhanit. Apo i bjen kjo që industria, për shembull, që është pjesë e odës ekonomike,
nuk guxon mo me i qu deputetët në Austri, a i bjerë? Do thotë, gjitha këto janë të parandaluar në mënyrë të drejtë për drejtë. Po, problemi është pse këtë politikë nuk e zbaton Evropa vetë. Këta janë vetë ata që shkojnë Bruxelles. Bruxelles është kryqëzet e jashtëm i Kosovës dhe Evropës. Pse atje nuk e bojnë Bruxellin dhe Belgjikën në hapësirë eksperimentale Kosovën po bëjnë. Aty ne kujtë dhe neve. Lutem. Jo, rregullim efektiv, që duhet me pas dashurinë. Nëse mendohet që i banin der eksperimentalizmin në Kosovë për hir, do thotë të përfitimeve, po e shot grupeve të caktuara të interesit, atër ju shoh me fat. Unë ju dëshiroj vërtet që të implementohet ligji, po në 9.2 do ta kontestojmë. Po e them haptas e kanë thënë, edhe nëse ka nëse jo, atër na do të jemi ata që do ta zbatojmë ligjin konform përgjegjësisht që do ta marrim nga gjykata kushtetuese. Por mendojmë që është bëhe pa drejt dhe Komiteti i Biznesit që janë hero Kosovës pas luftës nuk e meriton një dënim, përkundër asaj që 2 vite është debatuar për ligj dhe në fund ka që ka qenë fillimi i debatit. Që debatohet atëre? A mendoni, Gërxhaliu, që kishtë pas ma shumë përkraje nëse jeni të luftu për një komunitet prodhues e jo tregtar? Megjithatë, komuniteti që takon ju janë tregtar, si jemi të folë për njerëz që me djerës e prodhojnë duhanin. 93% e aktiviteteve biznesore në Kosovë janë shërbime. Fatkeqësia më e madhe këtij shteti është që nuk ka prodhim. Po, nuk është oda ekonomike fajtore pse 13 vjet pas luftës nuk ka plan nacional zhvillimor, ku fokusi kishte qenë në prioritet të politikave. Çka u bë veç për fund masi jemi në këtë temë dhe kur nuk e diskutojmë çka u bë me industrinë e duhanit që ka qenë e zhvilluar një herë në Kosovë. Nuk ka prodhim, me sa di unë është procesi i privatizimit, para sa dite kjo fabrika e duhanit në Gjilan është privatizu, pritet diçka të bëhet, po ka dhe fabrika tjera të cilat prodhojnë, po me siguri punojnë edhe ose prodhojnë mu në atë drejtim që tash do të jetë orientuar industria e duhanit në informalitet dhe në ekonomi të kriminalizuar. Për fund po kthehem te ju zotni Zyropi, sepse ju do të jeni prap zbatuesit më të mëdhenj të ligjit, kur e shihni gjithë këtë rezistencë prej industrisë së bizneseve. A mendoni që keni me pas problem, sepse në fund ditës ju keni me të bëjë me biznese, kafet, restoranet, kiosqet, që to janë krejt biznese? Mendoj që nuk kemi pas problem për arsye se ne nuk zbatojmë diçka që është personale, por është ligjore. Çdo se që është ligjore edhe është në rrugë drejtë edhe Inspektorati Sanitar përgjithësisht si organ ekzekutiv ka arrit shumë industri tjera të shtynë në rend, si qumshtorët e thertorët, janë më problematike për zotin Gërxhaliun, po të licencohen, të rregullohen me sistemet HACCP, të rregullojnë kushtet me standardet evropiane, që sot mund të mburr me shumë qumshtorë dhe thertorë që kemi. Na mendojmë që edhe me shitjet e duhanit ose me zbatimin e ligjit të duhanit kemi arrit një të gjë. Njëna prej kritikave të këtyre 3 përfaqësuesve të kafeve që nuk erdhën sot, kur kom bisedu me ta ka qenë që ata frigohen që ju edhe inspektorati ka një reputacion si institucion që shumë pjesërishëm e aplikon ligjin. Te do që janë të fortë, që e dinë që njerëz të fortë e kanë ai kafe, nuk shkojnë. Shkojnë te ata që mujnë edhe nuk janë njoftën si njerëz që kanë krahun e fol politik. Çka i thuç atyne? Ndoshta do të duket dikujt ashtu që natë dikush shkojmë e dikush nuk shkojmë, nuk është e vërtetë ato. Nuk është e vërtetë në asnjë moment. Për me parandaluni gjë të tillë ose për eliminuni gjë të tillë, na kemi rotacion në inspektorëve që bëjmë. Inspektorët e Prishtinës shkojnë Gjilan vjen. Ata rotacion tonë të dinë kur e ka dikush një kafe na njëri rrezikshëm. Absolut. Se dashta më thon që nuk ndodh kjo, për arsye se na vitet e fundit mund të them pas luftës ka qenë diçka tjetër, mirë po tash është diçka tjetër. Askush të ma çon mu telefonin mos shko te filan subjekti. Ajo nuk është e vërtetë, ato janë vetë llafe, ato vetë janë llafe, kafeneve, edhe me plosu qefet e njerëzve, se na çdo herë ku shkojmë në inspektim, te një subjekt, për shembull, po shkojmë, thotë po nuk i shku te kushiu jam. Ajo është më keq se unë. Po ai nuk e di ç'është ai. Se ai nuk mund të hyjë në objektin e tij që shfym na. Nuk ka gjëna të tilla, edhe unë mendoj, jo që mendoj, po na jam të veprojnë në atë që mi parandaluan nëse ka, mirë po përgjithësi nuk ka. I kemi durë të lira dhe mendoj që mund me vepru maksimalisht. Megjithatë zotni Huti, a me qenë real, a besoni që ka njerëz që na kanë thënë kur e kemi hulumtu këtë temë, na kanë thënë që mendojnë që inspektorati është selektiv. Ndjenja e subjektivizmit vjen shpreh gjithkohë, mirë po për çfarë është ligji që ti përcaktoj gjëna të qarta dhe normalisht. Për çfarë janë veç 52 inspektora, po s'mund me shkutë të shkona kafe. Po flet për ligj, është mirë që kemi legjislacion, kemi
të harmonizim standarde evropiane. Po, nëse kemi krejt këto ligje aq të mrekullueshme, pse kemi shkallën më të lartë korrupsionit, pse kemi shkallën më të lartë informalitetit, pse kemi ekonominë më të kriminalizuar, pse jemi do thot vendi që në ranglistën e të bërit biznes, mund këto tipari jemi aty ku jemi. Na semi të kontrolojmë për kontroll do. Kontrolli sanitar nuk bie në asnjë fushë. Ç'është nuk bie? Inspektorat kishte qenë të korruptuar? Çfarë zotë Garxhaliu? Jo. Inspektorat korruptum. Ai që është korruptum. Jo të tën. Ai që është i korruptuar është organi i cili mirret me këto gjëra. Sicila thonë të na, sicila del me rrokët për kënd vete. Veç pak. Publikat se gjatë kohës folëm për rezistencë ndaj ligjit. Është mirë ta theksojmë edhe aspektin tjetër. Nëse dalëm në Prishtinë, s'po shkojmë më larg, ne kemi pa edhe biznese të cilat që tash kanë shprehur vullnet për ta zbatuar ligjin dhe i kanë vendosur shenjat kundër pirjes dohanit dhe kanë filluar me implementu faktikisht ligjin e ende pa u zbatuar. Që do të thotë na duhet ta fokusojmë si shoqëri edhe aspektin pozitiv dhe të mos i etiketojmë bizneset që ato po rezistojnë ndaj ligjit. Unë besoj që vullneti do të vinë shprehje dhe shumica prej tyre do ta zbatojnë. Ajo çka apo më kallzu, sa prej momentit që ka hi në funksion ligji, sa kafe i kipa që e kanë qiq ata? Unë në Spaku, në 3 cilat i frekuentoj ka paskue, 3 prej 10-ve. Po nuk shkojnë në secilën të lutem. Ajo? Edhe mund më nis prej vetës, unë shoh institucionin ton. Institucione. Këto e pata fjalën sidomos zotni Hoti. Ne i kemi shumë monitorus që i kemi nëpër komuna, nëpër institucione edhe problemin më i madh është jo çaq në shtatë kafet sa percepcioni është që institucionet vetë se respektojnë ligjin, nëpër komuna njerëz vazhdojnë mrena për sporteleve me pas, për shembull, cigare. Kjo është pikë e ndjeshme dhe nëse punohet mirë, unë besoj që institucionet do të jenë të para të cilat kanë me manifestuar vullnet. Inspektorati ka mi shku komunës, ka mi shku inspeksioneve. Unë flas për Inspektorati komunës. Jo. Kemi dy nivelet inspektoratit. Me ligj, ai që udhëheq atë institucion duhet çfarë po pajtona që ka korrupsion ato, mos ti përzijim këto sena veç kur e jeton udhëheqësi i institucionit që një punëtor aty e pi duhonin, ai duhet 50 euro të referojë të ndalet prej rrogës. Nuk kanë më shku inspektorat. Vet udhëheqësi i atij institucioni ka më bëu përgjegjës. Po duket shumë e pazbatueshme. Okej, shefi punëtorin e vet me dënua. Si ja krym punën? Ndoshta ka. Pajtona plotësisht me zotriun. Vërtet çdo ligj mund ta ketë implementimin e vet. Po çelësi i suksesit të implementimit në një ligj është partneriteti mirëfillt publiko-privat. Institucionet e bin një vendim ose një ligj dhe qytetarët ose komiteti i biznesit e implementon. Unë po e them, unë jam i vetëdijshëm që komiteti i biznesit do ta zbatojë një ligj të tillë. Po, a nuk e meriton të paktën një formë të dialogimit më konstruktiv? Cila kish me qenë ajo soft form ose forma e butë? Zoti Hoti po do të janori tira në debat bashkë sot. Po, jo është e vërtet, po nuk është debat dhe dialogu, hajde bisedojmë e vendosim çysh thomon. Po çysh është modaliteti mes dyve? Emrusi përballë i dialogimit mes juve edhe neve, ose mes te edhe me ka qenë. Po bisedojmë një vjet në fond që shu kam vendosur pikë. Po je ka ngatron konceptin se ministria nuk është parlament, që to duhet me ditë ministria sponsoron çu shmuni edhe jo me sponsoru diçka, mirë po në fund kuvendi ka vendosur. Po besoj që kuvendi nuk është i ministrisë këto, në çdo kush. Edhe tjetra te organi punësimit brenda institucioneve është një mekanizëm shumë i mirë i parapamë në ligj që menaxheri ka drejt automatikisht ta urdhëroj administratën që zbres 50 euro neto nga paga atina që e bën shkeljen. Në mentaliteti jonë që jemi kolegial, solidar. Pe kuptoj çka po do të thonë, po të jap një fakt. Ministrinë e Shëndetësisë nuk kemi çka më shefum, ka njerëz që janë pasionuar pas dhonit dhe pinë. Tieni të bindën që veç për hir të respektit punës kolegëve tyne edhe marketingut që është bërë që po sillet në ligj, pikrisht ata persona sot dalin edhe ndezin cigaren jashtë. Që do të thotë nuk ka nevojë në çdo rast. Çka do ne me bë spitale? Çka do ne me bën çku që? Kjo është një pikë shumë e ndjeshme, edhe ne i bëjmë ftesë edhe media, edhe koalicionit, edhe të gjithëve që ta monitorojnë sa më shumë zbatimin e ligjit pikrisht në institucione shëndetësore, sepse unë mendoj që imazhi më i keq që mund të dërgohet një qytetari sot është një mantel bardh me mantel të shpërthakuar apo me një cigare të ndezur. Kjo në kuptim të parë ashtu e lëndon atë besimin midis. Apo i thuaj qytetarëve që çelin telefonat që keni me nëse mundi me xhiru edhe kjo është një formë shumë e mirë që bëjnë shembull inspektorati dhe menaxherit institucionit shëndetësor, sepse mbaz ligjit ai është bazë ligjit, domethënë me shku me xhirim te shefi institucionit dhe më thonë dush me denuncë. Që punëtori i shëndetësor i cili nuk e respekton. Edhe nëse menaxheri në atë rast nuk e ndihjon, nuk merr kur farmasa, ku mund të më
bashkuesat në Evropë? Na kemi numrat kontaktues për ankesat e palëve, kemi shumë ankesa kohë të fundit për gjërat ushqimore, edhe gjitha i përgjigjemi, gjitha ka një përgjigje, ka një adresë saktume, edhe për këto kemi. A mundeni numrat e juaj më na kallëzue? Ne e kemi edhe mekanizmin kallëzo.com që muj me ju përcjell. Numri është 0800 111 22. 11122 0800 11122 22. A do dilni ju me fushat me këta apo vetëm kështu kur t'ju pyet dikush? Na vetë kemi faqen zyrtare të agjencionit të ushqimit, se ne jemi pjesë e agjencionit të ushqimit, sa për Dioni, e kemi këtë numër edhe vazhdimisht kemi kontakte me konsumatorë ndryshëm që ankohen ose për kur konsumatori kur një klient, një qytetar e shet dikën të fizikare në institucion publik, edhe thirr në 0800 11122, çka ndodh? Kone ka në aton? Në aton e ka zyrtarin për informim që është aty në dhe i cili na informon cili rajon është, cili ven është na informon çat inspektor. Prej save dhe në sa punon çaj zyrtar? 24 orë. E prej save dhe në sa punon telefoni? Telefoni 24 orë. Sigurt? Sigurt. E zyrtari as s'është në gjëma? Mund të 2 natës, problemi ti, ai në zgjot vizumit. E ka për detyrë. Interesant. Ministria e Shëndetësisë është në themelim e sipërt të një shërbimi 24 orësh ku qytetarët do të mund të lajmërohen për shkeljet që ju bëhen në institucione shëndetësore me rastin e marrjes së shërbimeve shëndetësore. Ne mund ta përdorim besoj në njëjtin kanal, në njëjtin program edhe për të denoncuar edhe sa i përket zbatimit të ligjit për dohanin, sepse për ligjin për zbatimin e tij në institucione shëndetësore është përgjegjësi pikërisht Ministria e Shëndetësisë me inspektorët e vet. Na shumë lehtë e bëjmë që kemi bërë me shoqatën e konsumatorëve, zoti Selatinin, ka ankesat bëhen te ai edhe adresohen automatikisht në mënyrë elektronike te na, do te inspektorati. Edhe në varet cili inspektorat është kompetent për atë fushë dhe veprohet. Me këtë unë po e përmbylli debatin dhe po i ftoj shikuesit që me i ndihmu shtetit me apliku këtë ligj, sepse është mirë për gjithë ne edhe për gjenerata të ardhshme. E për me bë këtë, mas miri gjithashtu edhe ne po ofrojmë edhe platformën tonë kallëzo.com. Nëse hini e raportoni në kallëzo.com, ne premtojmë t'ja dërgojmë informatat në rast që shihni që internetin e keni ndoshta pa pare, edhe ma lehtë se telefonin, nëse keni telefon, këtë mund ta bëni në 0800 11122 me raportu vendin, institucionin ku po pihet duhani. E po shpresoj që të gjithë duke e monitoru një tjetrin, do të kemi një lloj mirëkuptimi për gjithë ata që dojnë na çojnë sugjerime për tema tashme mund ta bëni në info@jetankosov.com. Kaq kishim për sonte, ju falenderoj gjithë mysafirët që ishin këtu sonte, sidomos juve që ishin i vetmuar, pakës në këtë betejë dhe po vjen keq që nuk ishin biznese, cilat i ftuam. Megjithatë, faleminderit deri tajtën e ardhshme, natën e mirë.